Në një dhomë të errët të arkivit shtetëror, mes pluhurit të 35 viteve, një dosie me kapak të verdhur mban një kod që askush nuk donte ta hapte. Objekti numër 163, Zella Vaçe. Brenda saj, me shkrim dore të një pasnjëshëm, janë raportuar çdo takim, çdo bisedë, çdo lot që ajo ka derdhur në dhomën e saj të fshehur nga sytë e publikut. Kjo dosie nuk është thjesht një koleksion dokumentesh, është dëshmia se zëri më i dashur i Shqipërisë nuk i përkiste asaj, por sigurimit të shtetit. Çdo kënd që ajo këndonte, çdo buzëqeshje që ajo shfaqte në skenë, çdo lëvizje e saj ishte në vëzhgimin e syve të padukshëm që vendosnin se çfarë do të ndodhte nesër me karrierën e saj, me familjen e saj, me vetë jetën e saj. Pse një grua që e gjithë Shqipëria e adhuronte, duhet të mbajë në një kontroll kaq mizor? Çfarë fshihej pas atyre raporteve që shkruheshin çdo javë? Kush ishte personi që nënshkruante urdhrat për ta ndjekur atë edhe në momentet më intime të jetës së saj? Kur Vaçe Zella hyri për herë të parë në studion e Radios Tiranë në vitin 1958, ajo ishte vetëm një vajzë 20 vjeçare me një ëndër të thjeshtë, të këndonte. Flokët e saj të zinj binin mbi supet e saj si një ujvar i butë. Sytë e saj të mdhenj shprehnin një pafajësi që bënte që çdo njeri ta donte menjëherë. Ajo vinte nga një familje e thjeshtë, ku babai punonte si argjendari dhe nëna rregullonte shtëpinë me duart e saj të lodhura. Askush në atë familje nuk ishte lidhje me politikën, askush nuk ishte qenë kurrë në sytë e pushtetit. Por kur Vaçe hapi gojen dhe zëri i saj i pastër i kristallët mbushi dhomën e regjistrimit, diçka ndryshoi përgjithmonë. Inxhinieri i zërit ngriti kokën nga paneli, producenti ndalloi së shkruari shënime. Dhe në atë heshtje të çuditshme që erdhi pas notës së fundit, të gjithë e kuptuan. Kjo vajzë do të bëhej diçka më shumë se një këngëtare. Ajo do të bëhej një simbol. Por askush nuk e dinte ende se çfarë çmimi do të paguante për këtë simbol. Në vitet e para, gjithçka dukej si një përrall. Vaçe u bë shpejt ili i festivalit të këngës. Zëri i saj u dëgjua në çdo shtëpi shqiptare. Fotografia e saj u varr në muret e dhomave të rinjve që ndërronin për një jetë më të mirë. Ajo këndonte për adheun, për punën, për dashurinë e pastër ndaj tokës që i kishte dhënë jetë. Publiku e adhuronte, por ajo nuk e dinte se çdo fjalë që ajo thoshte, çdo lëvizje që ajo bënte, çdo miqësi që ajo krijonte, regjistroi në një dosie që rritej çdo muaj. Sigurimi i shtetit kishte vendosur. Vaçe Zella ishte shumë e rëndësishme për t'u lënë e lirë. Ajo duhej të kontrollojë, sepse zëri i saj kishte fuci. Dhe fuqia, në Shqipërinë e Enver Hoxhës, nuk mund të ishte kurrë e pavarur. Ajo duhej të ishte gjithmonë në kontrollin e atyre që mbanin pushtetin. Por kush ishte personi që vendosi ta zhderonte Vaçen në një objekt vëzhgjimi? Çfarë raporti ekzistonte midis saj dhe atyre që u leshin në zyrat e errta të sigurimit? Në vitin 1962, Vaçe u martua me Bashkim Shehu, një djalë të ri që punonte si inxhinier. Martesa u festua me gëzim, por pak njerëz e dinin se edhe Bashkimi ishte në vëzhgjim. Familja e tij kishte pasur probleme me pushtetin në të kaluarën, dhe çdo lidhje me të ishte e dyshimt. Por Vaçe donte atë me gjithë zemër, dhe ajo mendonte se dashuria do të ishte e mjaftueshme për t'i mbrojtur ata nga bota e jashtme. Ajo nuk e dinte se çdo bisedë që ata bënin në shtëpinë e tyre, çdo vizitë që ata merrnin, çdo letër që ata shkruanin, lehtësohej nga sytë e tjerë para se ta arrinte në duart e Marsit. Në dosjen e saj, një raport i shkruar në muajin Mars të vitit 1963 thotë: Objekti numër 163 ka shprehur shqetësim për vëzhgimin e shtëpisë së saj. Ajo ka pyetur bashkëshortin nëse ai mendon se ata dëgjohen. Bashkëshorti e ka qetësuar, por objekti vazhdon të jetë i tensionuar. Kush e shkroi këtë raport? Si e dinin ata çfarë fliste Vaçe në intimitetin e dhomës së saj? A kishte dikush që i traftonte ata nga brenda? Suksesi i Vaçes vazhdoi të rritej, por edhe presioni mbi të. Ajo filloi të këndonte jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë vendit, në festivale ndërkombëtare ku përfaqësonte Shqipërinë. Çdo herë që ajo udhtonte, një person nga sigurimi udhtonte me të, i veshur si shofer ose si përkthyes. Ajo e dinte se ajo nuk ishte kurrë vetëm, por nuk mund të bënte asgjë. Nëse ajo do të ankohej, nëse ajo do të refuzonte të shkonte, karriera e saj do të mbaronte menjëherë. Dhe jo vetëm karriera e saj, edhe jeta e familjes së saj do të ishte në rrezik. Në një raport të vitit 1964 shkruhet: Objekti ka kërkuar leje për të vizituar nënën e saj të sëmurë në Elbasan. Leja është dënë, por objekti do të shoqërohet nga agenti numër 87. Edhe për të parë nënën e saj, Vaçe duhet të kishte një spiun pranë. Çfarë lloj jete ishte kjo? Çfarë lloj burgu ishte ky, ku hekurat nuk shihen, por ndihen çdo sekond?
Por më e tmeshme se vëzhgimi ishte presioni për të qenë perfekte. Vaçe nuk mund të bënte asnjë gabim, ajo nuk mund të thoshte asnjë fjalë të gabuar, nuk mund të takojë me njerëzit e gabuar, nuk mund të shprehte asnjë dyshim për sistemin. Çdo gjë që ajo bënte duhet të ishte në përputhje me linjën e partisë. Kur ajo ndonjëherë shprehte lodhje, kur ajo thoshte se donte të pushonte, kur ajo kërkonte të kallonte më shumë kohë me fëmijët e saj, ajo merrte një vizitë ndaj një zyrtar që i kujtonte se sa fat kishte që ishte në atë pozitë, se sa njerëz do të donin të ishin në vendin e saj, se sa e rëndësishme ishte që ajo të vazhdonte të ishte shembull për popullin. Këto vizita nuk ishin kërcënime të hapura, por mesazhi ishte i qartë: ti nuk ke zgjedhje. Ti do të vazhdosh të këndosh, ti do të vazhdosh të buzëqeshësh, ti do të vazhdosh të jesh ajo që ne duam që ti të jesh. Dhe nëse ti nuk do ta bësh këtë, do të ketë pasoja. Po çfarë pasojash? Çfarë do të ndodhte nëse Vaçe do të thoshte jo? Për herë të parë në 30 vjet, gruaja që të gjithë e cuanin armiken e Vaçes pranoi të fliste para kamerës. Emri i saj është Liri Gëro, dhe në vitet e 60 ajo ishte një nga këngëtarët më të njohura të Shqipërisë, një rivale e drejt për drejt e Vaçes në skenën e festivalit të këngës. Por ajo që publiku nuk e dinte, ishte se rivaliteti i tyre nuk ishte vetëm artistik. Ai ishte i orkestruar nga lart, nga njerëz që donin të shihnin se kush do të mbijetonte në presion. Liri ulet në karrigen e vjetër të domës së saj të vogël në Tiranë, duart e saj të rrudura mbajnë një filçancë ai dhe sytë e saj të lodhur shikojnë diku larg në të kaluarën. Të gjithë mendonin se ne urrenim njëra tjetrën, thot ajo me një zë të butë, por e vërteta është se ne ishim të dyja viktima të njëjtit sistemi. Ata na vunë njëra kundër tjetrës sepse donin të na mbajnë të dyja nën kontroll. Nëse ti mendon se rivali yt është armiku yt, ti nuk shikon kush është armiku i vërtet. Ajo pushon, pi një dleng caj dhe pastaj vazhdon. Vaçe nuk ishte e preferuara e tyre, ajo ishte e preferuara e popullit dhe kjo ishte problemi i saj. Në vitin 1965, festivali i këngës u bë arena një betejë të fshehtë. Vaçe duhej të këndonte një këngë të re, të shkruar posaçërisht për të, por pak ditë para festivalit, ajo mori një telefonat nga Komiteti Qendror. Zëri në anën tjetër të linjës ishte i ftohtë dhe i prerë. Kënga që ti do të këndosh nuk është e përshtatshme. Ne kemi zgjedhur një këngë tjetër për ty. Vaçe u ndje sikur toka po hapej në këmbët e saj. Ajo kishte punuar javë të tëra për të përgatitur atë këngë. Ajo i kishte ndjer atë si pjesë të shpirtit të saj. Por tani, në minutën e fundit, gjithçka ndryshonte. Ajo pyeti pse, por përgjigjja ishte e njëjtë. Sepse ne e kemi vendosur kështu. Nuk kishte shpjegim, nuk kishte diskutim. Ajo duhej të pranonte ose të humbiste gjithçka. Atë natë, Vaçe qau në domën e saj, ndërsa bashorti i saj e mbante në krah dhe nuk dinte çfarë të thoshte. Si mund të ngushëllohet dikë që po humbet kontrollin mbi jetën e vet? Por historia bëhet edhe më e errët. Sipas Lirit, ekzistonte një grup i vogël njerëzish, jo më shumë se 5 persona, që dinin gjithçka për jetën private të Vaçes dhe që vendosnin çdo hap të karrierës së saj. Ky grup përfshinte një zyrtar të lartë të Komitetit Qendror, një drejtor të Radios Tiranë, një kompozitor që shkruante këngët e saj dhe 2 agentë të sigurimit që e ndiqnin atë kudo. Ata e cuanin veten grupi i mbrojtjes së artit popullor, thot Liri me një buzëqeshje të hidhur. Por në të vërtetë, ata ishin një sekt i vogël që kontrollonte çdo detaj të jetës së Vaçes. Ajo nuk mund të merrte asnjë vendim pa lejen e tyre. Ajo nuk mund të zgjiste as rrobat që do të vishte në skenë, gjithçka vendose nga ata. Liri tregon se një herë, në vitin 1967, Vaçe kishte kërkuar të këndonte një këngë popullore të vjetër, një këngë që nëna e saj ja kishte mësuar kur ajo ishte fëmijë, por kërkesa u refuzua menjëherë. Arsyeja? Kënga kishte një tekst që mund të interpretohej si nostalgji për të kaluarën, dhe nostalgjia ishte ndaluar. E kaluara duhej të harrohej, sepse e tashmja ishte e vetmja kohë që kishte rëndësi. Por si mund të këndosh për të tashmen kur zemra jote jeton në të kaluarën? Ndërkohë, jeta familjare e Vaçes po bëhej gjithnjë më e vështirë. Bashkëshorti i saj Bashkimi po vuante nga presioni i vazhdueshëm. Ai e dinte se çdo fjalë që ai thoshte në shtëpi mund të dëgjohej, çdo vizitë që ai merrte mund të raportohej. Ai filloi të bëhej i heshtur, i mbyllur në vetvete. Fëmijët e tyre, një gjallë dhe një vajzë, po rriteshin në një shtëpi ku frika ishte e pranishme në çdo dhomë. Vaçe përpiqej të ruante një pamje normale, të buzëqeshte, të luante me ta, por ata e ndjenin se diçka nuk ishte në rregull. Në një raport të vitit 1968, një agent shkruan: Objekti ka pasur një grindje me bashkëshortin. Ajo ka thënë se nuk mund të vazhdojë kështu, se po humb veten. Bashkëshorti ka përpjekur ta qetësojë, por objekti ka vazhduar të qajë për orë të tëra.
Kush ishte ky agent që dëgjonte lotat e Vaqes? A ishte ai dikush që ajo i njihte? A ishte ai dikush që ajo i besonte? Në vitin 1969, Vaqe mori një ftesë për të kënduar në një festival në Rumani. Kjo ishte një mundësi e madhe, sepse festivali ishte i njohur në të gjithë Evropën lindor, por pak para nisjes, ajo u thirr në një zyrë të sigurimit. Aty, një burr me kostum të zi dhe sy të ftohtë i tha: "Ti do të shkosh në Rumani, por ti do të kesh një detyrë shtesë. Ti do të raportosh për çdo person që ti takon atje, për çdo bisedë që ti bën. Ne duam të dimë çfarë thon të tjerët për Shqipërinë." Vaqe ndjeu një të ftohtë që i kaloi nëpër trup. Ajo po kërkohej të bëhej spiune. Ajo po kërkohej të tradhtonte njerëzit që do të takonte, njerëz që nuk i kishin bërë asnjë të keq. Ajo donte të refuzonte, por e dinte se nëse do të refuzonte, ajo nuk do të shkonte kurrë më jashtë vendit. Dhe jo vetëm kaq, ajo do të bëhej e dyshimt, dhe të dyshimtuarit në Shqipërinë e Enver Hoxhës kishin një fat të tmerrshëm. Kështu që ajo pranoi, me një ny në fyt dhe me një peshë në zemër që nuk do ta linte kurrë më. Kur ajo u kthye nga Rumania, ajo duhej të shkruante një raport. Ajo u ul në tavolinë, mori një flet letre dhe filloi të shkruante. Por duart e saj dridheshin. Ajo shkroi emra, shkroi biseda, shkroi detaje që ajo i kujtonte, por çdo fjalë që ajo shkruante e bënte të ndiehej si një tradhtare. Ajo nuk ishte më Vaqe Zela, këngëtarja që gjithë Shqipëria e donte. Ajo ishte bërë një mjet në duart e atyre që e kontrollonin. Dhe kjo e vriste nga brenda. Atë natë ajo nuk foli me askënd. Ajo shkoi në domen e saj, u mbyll brenda dhe qau derisa nuk ishte më lot. Por askush nuk e dëgjoi. Ose më mirë, dikush e dëgjoi, por nuk bëri asgjë. Sepse lotët e Vaqes nuk kishin rëndësi. Ajo duhej të vazhdonte të këndonte, të vazhdonte të buzëqeshte, të vazhdonte të ishte simboli që ata donin. Por për sa kohë ajo do të mund të mbijetonte në këtë mask? 3 orë para se Vaqe të dilte në skenën e festivalit të këngës në vitin 1971, një burr që askush nuk e njihte hyri në dhomen e saj të ndarjes. Roja në derë nuk e ndali, sikur ai kishte një leje të veçantë. Dëshmitarët që ishin në korridorin e jashtëm dëgjuan zëra të larta, dëgjuan Vaqen që të rriste. "Jo, ju nuk mund të më kërkoni këtë." Pastaj dëgjuan një zë mashkullor, të ftohtë dhe të qetë, që thoshte diçka që ata nuk mund ta dëgjonin qartë. Pas 15 minutash, burri doli. Fytyra e tij ishte e palkundur dhe ai u largua pa thënë asnjë fjalë. Kur Vaqe doli nga doma, sytë e saj ishin të kuq, fytyra e saj ishte e zbetë dhe duart e saj dridheshin. Ajo kërkoi një gotë ujë, por kur ja sollën, ajo nuk e piu. Ajo kërkoi diçka më të fortë. Grimeria që ishte atje u habit, sepse Vaqe nuk pinte kurrë alkool para një shfaqjeje. Por atë ditë, ajo piu një gotë raki në një gjeng dhe pastaj kërkoi një tjetër. Kur doli në skenë, ajo këndoi, por zëri i saj nuk ishte i njëjtë. Ai ishte i thyër, i lodhur, sikur diçka brenda saj kishte vdekur. Kush ishte ai burr? Çfarë i tha ai Vaqes që bëri të ndryshonte kaq shumë? Për vite me radhë, kjo pyetje mbeti pa përgjigje, por në vitin 2015, një ish agent i sigurimit, i cili kishte emigruar në Greqi dhe po jetonte me një emër të ri, vendosi të fliste. Ai tha se burri që hyri në dhomën e Vaqes atë ditë ishte një oficer i lartë i sigurimit, një njeri që kishte pushtet të madh dhe që përdorte këtë pushtet për të kontrolluar artistët. Sipas këtij ish agenti, oficeri i kishte dhënë Vaqes një ultimatum. Ajo duhej të pranonte të këndonte një këngë të re, një këngë që lavdëronte Enver Hoxhën në mënyrë të drejtë për drejtë. Vaqe kishte refuzuar, duke thënë se ajo nuk mund të këndonte diçka që nuk e ndjente në zemër. Por oficeri i kishte thënë se nëse ajo nuk do të pranonte, dosja e saj do të rishikohej dhe do të gjendeshim probleme në të kaluaren e familjes së saj. Kjo nuk ishte një kërcënim i zbrazët. Në Shqipërinë e asaj kohe, një problem në biografinë e dikujt mund të çonte në humbjen e punës, në internimin e familjes, madje edhe në burgim. Vaqe e dinte këtë. Ajo e dinte se nëse ajo nuk do të pranonte, jo vetëm karriera e saj, por edhe jeta e fëmijëve të saj do të ishte në rrezik. Kështu që ajo pranoi, por çmimi i këtij pranimi ishte shpirti i saj. Pas asaj dite, Vaqe nuk ishte më e njëjta. Njerëzit që punonin me të vunë re se ajo kishte bërë më e heshtur, më e largët. Ajo nuk qeshte më si më parë, nuk bënte shaka, nuk fliste për planet e saj për të ardhmen. Ajo thjesht vinte, këndonte dhe largohej. Në shtëpi, ajo kallonte orë të tëra duke shikuar nga dritarja, pa thënë asnjë fjalë. Bashkëshorti i saj u shqetësua dhe e pyeti se çfarë po ndodhte, por ajo nuk mund t'i thoshte të vërtetën. Si mund t'i thoshte se ajo po detyrohej të tradhtonte veten e saj çdo ditë? Si mund t'i thoshte se çdo këngë që ajo këndonte tani ishte një gënjeshtër? Në një raport të vitit 1972, një agent shkruan:
Objekti po tregon shenja depresioni. Ajo ka humbur peshë, nuk fle mirë dhe ka kërkuar të shohë një mjek. Mjeku ka rekomanduar pushim, por objekti ka refuzuar, duke thënë se nuk mund të pushojë sepse ka detyrime. Çfarë lloj jete ishte kjo, ku edhe të qenit i sëmurë nuk ishte një zgjedhje? Por historia bëhet edhe më errët. Sipas disa burimeve, Vace nuk ishte e vetmja që vuante. Kishte artistë të tjerë, shkrimtar, aktor, që ishin në të njëjtin presion. Disa prej tyre kishin zgjedhur të largoheshin nga jeta publike, të jetonin në heshtje, të harronin ëndrat e tyre. Të tjerë kishin zgjedhur një rrugë më të errët. Në vitin 1973, një poet i njohur u gjeti vdekur në shtëpinë e tij. Versioni zyrtar ishte se ai kishte vdekur nga një sulm në zemër, por njerëzit që e njihnin atë thanë se ai kishte qenë i shëndetshëm, se ai nuk kishte pasur kur probleme me zemrën. Ata thanë se ai kishte qenë në presion të madh, se ai kishte refuzuar të shkruante poezi propagandistike, se ai kishte kërcënuar të fliste publikisht për atë që po ndodhte. Dhe pastaj papritur ai vdiq. A ishte kjo një rastësi apo ishte diçka më e errët? Vace e dëgjoi këtë lajm, vendieu një frikë që nuk e kishte ndjer kur më parë. Ajo kuptoi se nëse ajo do të refuzonte, nëse ajo do të fliste, ajo mund të kishte të njëjtin fat. Në vitin 1974, Vace u ftua të këndonte në një koncert special në ëndër të Enver Hoxhës. Ky ishte një anderim i madh, por për Vacen ishte një torturë. Ajo duhej të qëndronte në skenë, të buzëqeshte, të këndonte lavde për një njeri që ajo e dinte se ishte përgjegjës për vuajtjet e saj. Ajo duhej të shikonte në sytë e tij dhe të pretendonte se ajo ishte e lumtur, se ajo ishte krenar që ishte pjesë e këtij sistemi. Por brenda, ajo po vdiste. Atë natë pas koncertit, ajo u kthye në shtëpi dhe nuk foli me askënd. Ajo shkoi në dhomën e banjës, u mbyll brenda dhe për orë të tëra qëndroi atje duke qarë në heshtje. Kur bashorti i saj trokiti në derë dhe e pyeti nëse ajo ishte mirë, ajo tha: "Po, jam mirë." Por ajo nuk ishte mirë. Ajo nuk do të ishte kurrë më mirë. Por çfarë mbante Vacen të vazhdonte? Çfarë bënte atë të dilte çdo ditë, të buzëqeshte, të këndonte, kur brenda saj gjithçka po shkatërohej? Sipas lirit ishte dashuria për fëmijët e saj. Ajo e dinte se nëse ajo do të hiqte dorë, nëse ajo do të refuzonte, fëmijët e saj do të vuanin. 30 thot Liri. 38. Ajo nuk mund ta lejonte këtë. Ajo ishte gati të sakrifikonte veten për ta, dhe kjo është ajo që ajo bëri. Ajo sakrifikoi shpirtin e saj për të mbrojtur ata. Por a ishte kjo e drejtë? A duhej një nënë të detyrohej të zgjedhë midis shpirtit të saj dhe sigurisë së fëmijëve të saj? Çfarë lloj shoqërie ishte ajo që e vinte një grua në këtë pozitë? Dhe kështu vitet kalonin, dhe Vace vazhdonte të këndonte. Ajo vazhdonte të ishte yli i Shqipërisë, zëri që e gjithë vendi e donte. Por ajo që askush nuk e dinte, ishte se çdo këngë që ajo këndonte ishte një lot i fshehur. Çdo buzëqeshje që ajo shfaqte ishte një maskë që mbullonte një dhimbje të pafund. Ajo ishte bërë një fantazme vetes së saj, një kukull që lëvizte sipas urdhrave të tjerëve. Por sa kohë ajo do të mund të vazhdonte kështu? Sa kohë ajo do të mund të mbijetonte në këtë ferë të fshehur? Ve çfarë do të ndodhte kur ajo nuk do të mund të vazhdonte më? Në një apartament të vogël në lagjen e bllokut, ku jetonin vetëm familjet e nomenklaturës së lartë partijake, ekzistonte një dom që askush nuk e përmendte kurrë në biseda zyrtare. Dyert e saj ishin të blinduara. Dritaret e saj ishin të mbulluara me perde të trasha që nuk lejonin asnjë rrezë drite të hynte nga jashtë. Dhe brenda saj mbaheshin takime që vendosnin fatin e artistëve më të dashur të vendit. Në muajin qershor të vitit 1975, 5 burra u ulën rreth një tavoline të rumbullakët prej drurit të errët dhe në mes të tyre ishte një dosie e trash me emrin Zela, të shkruar me shkronja të mëdha. Njëri prej tyre, një zyrtar i komitetit qendror me flokë të thinjur dhe sy të ftohtë si akulli, hapi doshen dhe filloi të lexonte me zë të lartë. Objekti po tregon shenja të lodhjes ideologjike. Ajo ka refuzuar të marrë pjesë në 3 aktivitete partijake gjatë muajit të kaluar, duke pretenduar probleme shëndetësore. Mjeku i saj nuk ka konfirmuar asnjë sëmundje serioze. Burrat e tjerë dëgjuan në heshtje, dhe pastaj njëri prej tyre, një kompozitor i njohur që kishte shkruar disa nga këngët më të famshme të Vaces, tha me një zë të ulët: "Ajo po bëhet e rrezikshme. Nëse ajo vazhdon kështu, populli do të fillojë të vë re se diçka nuk është në rregull." Zyrtari me flokë të thinjur mbyll doshen me një goditje të fortë dhe tha: "Atëherë ne duhet ta kujtojmë asaj se kush e ka bërë atë ajo që është sot, dhe se ne mund ta zhbëjmë atë po aq shpejt." Çfarë do të thoshte kjo kërcënim për Vacen?
Çfarë plani po turrej në atë dhomë të errët, ndërsa ajo në të njëjtën kohë po përpiqej të luante me fëmijët e saj në shtëpinë e saj, duke mos ditur asgjë për atë që po ndodhte. Por ajo që Vaçe nuk e dinte ishte se njëri prej atyre 5 burrave kishte një arsye personale për ta kontrolluar atë. Emri i tij ishte Petrit Mallaj, një drejtor i Radios Tiranë që kishte pasur një obsesion të fshehur për Vaçen që nga dita e parë kur ajo kishte hyrë në studio. Ai nuk e kishte shprehur kurrë këtë ndjenjë hapur, sepse ai ishte i martuar dhe kishte një pozitë të lartë që nuk mund ta rrezikonte, por ai e kishte shprehur atë në mënyra të tjera. Ai ishte ai që vendoste cilat këngë do të këndonte Vaçe. Ai ishte ai që vendoste kur ajo do të udhëtonte jashtë vendit, ai ishte ai që leconte çdo raport që shkruhej për të. Dhe sa më shumë ai e kontrollonte atë, aq më shumë ai ndjente se ajo i përkiste atij. Por Vaçe nuk e dinte këtë. Ajo mendonte se Petrit Mallaj ishte thjesht një zyrtar që bënte punën e tij, një njeri që ndihte urdhrat e partisë. Ajo nuk e dinte se çdo vendim që ai merrte për të ishte ngjyrosur nga një dëshirë e errët që ai nuk mund ta kontrollonte. Dhe kjo e bënte situatën edhe më të rrezikshme, sepse një njeri obsesionuar është i paparashikueshëm. Ai mund të mbrojë sot, por nesër mund të shkatëzojë, vetëm sepse ti nuk i përgjigje atij në mënyrën që ai dëshironte. A e dinte Vaçe se jeta e saj ishte në duart e një njeriu që e shikonte jo si një artist, por si një objekt të dëshirës së tij. Në vitin 1976, Vaçe filloi të vëzhë diçka të çuditshme. Çdo herë që ajo shkonte në studio për të regjistruar një këngë të re, Petrit Mallaj ishte atje, edhe kur nuk ishte asnjë arsye që ai të ishte. Ai ulej në një koshe të dhomës së regjistrimit me një shënim në duar dhe e shikonte atë me një vëmendje që e bënte atë të ndjehej e pakëndshme. Ndonjëherë ai bënte komente për zërin e saj, për mënyrën se si ajo lëvizte, për rrobat që ajo vishte. Komentet e tij ishin gjithmonë të mbështjella në një gjuhë profesionale, por Vaçe ndjente se kishte diçka më shumë pas tyre. Ajo filloi të shmang takimet me të kërkonte arsye për të mos qenë në studio kur ai ishte atje, por kjo nuk ishte gjithmonë e mundur. Një ditë, pas një seance regjistrimi, Petrit Mallaj e ftoi atë të pinte një kafe në zyrën e tij. Vaçe nuk donte të shkonte, por ai insistoi, duke thënë se kishte diçka të rëndësishme për t'i thënë. Kur ajo hyri në zyrë, ai mbili derën pas saj dhe për një moment ajo ndjeu një frikë që e bëri të donte të ikte menjëherë. Por ai i buzëqeshi dhe i tha: "Mos u shqetëso, dua vetëm të flas me ty për karrierën tënde." Ai i ofroi një karrige dhe ajo u ul duke mbajtur çantën e saj ngushtë në prehër, sikur ajo ishte një mburoj. Petrit Mallaj filloi të fliste për planet e ardhshme, për festivale, për këngë të reja, por pastaj papritur ai ndryshoi temën. Ai tha: "Ti e di se sa fatke që je në këtë pozitë apo jo? Ka shumë njerëz që do të donin të ishin në vendin tënd, por ti ke diçka që të tjerët nuk e kanë. Ti ke mbrojtjen time." Vaçe e shikoi atë duke mos kuptuar plotësisht çfarë ai donte të thoshte. Ai vazhdoi: "Por mbrojtja ime ka një çmim. Pres që ti të jesh e sinqert me mua, të më besosh, të më tregosh gjithçka që ndodh në jetën tënde. Sepse nëse ti nuk më tregon mua, dikush tjetër do të më tregoj, dhe atëherë unë nuk do të mund të mbroj." Vaçe ndjeu një nyj në fyt. Ajo kuptoi se ai po i kërkonte të bëjë informatore e tij personale, të trashtonte jo vetëm të tjerët, por edhe veten e saj. Ajo u ngrit nga karrigja dhe tha: "Unë duhet të shkoj, fëmijët më presin." Petrit Mallaj nuk u përpoq ta ndallonte, por kur ajo po dilte nga dera, ai tha: "Mendo për ato që të thash, Vaçe, mendo mirë." Dhe ajo e dinte se kjo nuk ishte një këshill, por një urdhër i fshehtë. Por çfarë do të ndodhte nëse ajo nuk do ta ndiqte këtë urdhër? Pas asaj dite, Vaçe filloi të jetonte në një frikë të vazhdueshme. Ajo nuk e dinte nëse Petrit Mallaj do të vepronte kundër saj, nëse ai do të shkruante një raport negativ për të, nëse ai do të përdorte pushtetin e tij për ta dëmtuar atë. Ajo u bë edhe më e kujdesshme me atë që thoshte, me atë që bënte, me njerëzit që takonte. Ajo filloi të izolohej edhe më shumë, të mos besonte askënd, sepse ajo nuk e dinte se kush po e vëzhgonte, kush po raportonte për të. Në shtëpi, ajo u bë e heshtur dhe e largët. Bashkëshorti i saj e pyeti disa herë nëse kishte ndodhur diçka, por ajo thjesht tundi kokën dhe tha: "Jam vetëm e lodhur." Por ajo nuk ishte vetëm e lodhur. Ajo ishte e shkatëruar nga brenda, e konsumuar nda një frikë që nuk e linte të flinte natën, që e bënte të dridej çdo herë që dëgjonte një trokitje në derë, që e bënte të shikonte pas shpine çdo herë që ecte në rrugë. Kjo nuk ishte jetë. Kjo ishte një ekzistencë mbushur me terror, një ferr që nuk ishte fund. Dhe askush nuk mund ta shpëtonte atë, sepse askush nuk e dinte se çfarë po kallonte ajo.
Ose më mirë, disa e dinin, por ata zgjodhen të heshnin, sepse të follurit do të thoshte të rrezikonin veten e tyre. Dhe në Shqiprinë e asaj kohe, askush nuk ishte gati të rrezikonte veten për dikë tjetër, as edhe për Vaçe Zelen, zërin më të dashur të kombit. Por ndërkohë jeta publike e Vaçes vazhdonte sikur asgjë nuk po ndodhte. Ajo vazhdonte të këndonte në festivale, të shfaqej në televizion, të jepte intervista ku ajo fliste për lumturinë e saj, për dashurinë e saj për Adeun, për krenar që ishte pjesë e këtij sistemi të mrekullueshëm. Çdo fjalë që ajo thoshte ishte një gënjeshtër, por ajo duhej ta thoshte, sepse nëse ajo nuk do ta thoshte, ajo do të humbiste gjithçka. Dhe kështu, ajo u bë një aktore e jetës së saj, një grua që luante një rol çdo ditë, një rol që po e vriste nga brenda. Njerëzit që e shikonin në televizion nuk e dinin se pas asaj buzëqeshieje të gjerë, fshihej një dhimbje e pafund. Se pas atyre syve të ndritshëm, fshihej një shpirt i thyer. Ata shikonin vetëm atë që ata donin të shihnin, një grua të bukur, të talentuar, të lumtur. Por e vërteta ishte shumë më e errët. E vërteta ishte se Vaçe Zela po vdiste ngadalë ditë pas dite, dhe askush nuk po bënte asgjë për ta ndaluar këtë. A mund të vazhdonte ajo kështu përgjithmonë? A kishte një pikë ku ajo do të thoshte mjaft, ku ajo do të refuzonte të luante më këtë rol? Apo ajo do të vazhdonte derisa nuk do të kishte më asgjë të mbetur prej saj? Në një mbrëmje të ftohtë të muajit dhjetor të vitit 1977, një grua e veshur me një pallto të vjetër dhe një shall që i mbullonte kokën, trokiti në derën e shtëpisë së Vaçes. Roja që zhinte gjithmonë jashtë shtëpisë së saj, e ndali dhe e pyeti se kush ishte dhe çfarë donte. Gruaja tha me një zë të dridhur: "Jam motra e Vaçes. Kam ardhur nga fshati. Ju lutem, më lejoni të hyj." Roja e shikoi me dyshim, por pastaj thirrri brenda dhe pyeti nëse Vaçe kishte një motër. Vaçe doli në derë dhe kur e pa gruan, fytyra e saj u zbe. Ajo nuk kishte asnjë motër. Kjo grua ishte një e huaj. Por para se ajo të mund të thoshte diçka, gruaja i afrua dhe i pëshpëriti në vesh. "Unë jam dërguar nga dikush që dëshiron të të ndihmoj. Mos thuaj asgjë, vetëm dëgjom." Vaçe ndjeu një të ftohtë që i kalloi nëpër trup, por ajo e ftoi gruan të hynte, duke i thënë Rojës se ishte një e afër me e largët që ajo nuk e kishte parë prej vitesh. Roja nuk duke i bindur, por ai nuk tha asgjë. Kur ato hynë në shtëpi, Vaçe e çoi gruan në dhomën e saj private dhe mbyli derën. Ajo i pyeti me një zë të ulët: "Kush je ti? Kush të ka dërguar?" Gruaja nxori nga xhepi i saj një letër të pallosur dhe ja dha Vaçes. Letra ishte shkruar me shkrim dore, me shkronja të vogla dhe të shpejta, sikur personi që e kishte shkruar kishte frikë se dikush mund ta zbulonte. Vaçe e hapi letrën dhe filloi të lexonte, dhe sa më shumë ajo lexonte, aq më shumë duart e saj filluan të dridheshin. Letra thoshte: "Vaçe, ti nuk më njeh, por unë të njoh ty. Unë jam dikush që punon brenda sistemit, dikush që di çfarë po ndodh me ty. Unë po të shkruaj sepse dua të paralajmëroj. Ata po planifikojnë diçka kundër teje. Ata po përgatiten të të akuzojnë për diçka që ti nuk e ke bërë, vetëm për të mbajtur nën kontroll. Mos beso askënd, mos thuaj asgjë që mund të përdoret kundër teje. Dhe më e rëndësishmja, mos u përpoq të ikësh, sepse nëse ti përpiqesh të ikësh, ata do të gjejnë dhe do të ndëshkojnë jo vetëm ty, por edhe familjen tënde. Kjo letër do të digjet pasi ti ta lexosh, mos e ruaj, mos ja trego askujt." Vaçe e lexoi letrën 2 herë dhe pastaj e dha mbrapsht gruas, e cila e mori dhe e dogji menjëherë në një pjatë të vogël që ishte në tavolinë. Ato dy qëndruan në heshtje derisa letra u bëhi dhe pastaj gruaja tha: "Unë duhet të shkoj tani, mos më pyet asgjë, vetëm kujdesu për veten." Dhe ajo u largua, duke lënë Vaçen të ulur në dhomë, të shokuar dhe të hutuar. Kush ishte ai person që e kishte dërguar atë letër? Pse ai donte ta ndihmonte? Dhe më e rëndësishmja, çfarë po planifikonin ata kundër saj? Pas asaj nate, Vaçe nuk foli me askënd për atë që kishte ndodhur. Ajo e dinte se nëse ajo do të fliste, ajo do të rrezikonte jo vetëm veten, por edhe personin që e kishte paralajmëruar. Por frika që ajo ndjeu pas leximit të asaj letre nuk e la kurrë. Ajo filloi të vërë re gjëra të vogla që më parë nuk i kishte vënë re. Ajo vuri re se roja jashtë shtëpisë së saj kishte ndryshuar, se tani ishte një burr i ri që ajo nuk e kishte parë më parë. Ajo vuli re se telefoni i saj bënte zhunë të çuditshme kur ajo fliste, sikur dikush po e dëgjonte. Ajo vuri re se kur ajo shkonte në dyqan, dikush gjithmonë dukej se po e ndiqte, edhe pse ai pretendonte se ishte thjesht një kalimtar i rastësishëm. Të gjitha këto gjëra të vogla filluan të grumbulloheshin në mendjen e saj dhe ajo kuptoi se letra kishte të drejtë. Ata po e vëzhgonin më shumë se kurrë. Ata po përgatiteshin për diçka. Por çfarë? Çfarë akuze po përgatiteshin të ngrenin kundër saj?
Dhe si mund të mbrohej ajo, kur ajo nuk e dinte as se çfarë po vinte. Në muajin janar të vitit 1978, Vaçe u thirr në një takim në Komitetin Qendror. Kjo nuk ishte e pazakont, sepse ajo thirrej shpesh për të diskutuar për plane të reja, për festivale, për udhëtime. Por kësaj here, diçka ishte ndryshe. Kur ajo arriti në ndërtesën e komitetit, ajo u çua jo në zyrën e zakonshme ku ajo takoi me zyrtarët e kulturës, por në një zyrë në katin e tretë, një zyrë që ajo nuk e kishte parë kur më parë. Ajo u ul me një karrige përballë një tavoline të madhe dhe pas disa minutash, 3 burra hynë në dhomë. Njëri prej tyre ishte Petrit Mallaj, dhe kur Vaçe e pa atë, ajo ndjeu një nyj në fyt. Burrat u ullën përballë saj dhe njëri prej tyre, një burr me mustak të trashave sytë ftohtë, hapi një dosie dhe filloi të lexonte. Ai tha: "Shok Zella, ne kemi marrë disa raporte që na shqetësojnë. Sipas këtyre raporteve, ti ke shprehur dyshime për sistemin ton, ti ke bërë komente negative për disa vendime të partisë dhe ti ke treguar një qëndrim jo të duhur ndaj detyrës tënde si artist popullor." Vaçe ndjeu sikur toka po hapej në këmbët e saj. Ajo nuk ishte bërë asnjë nga këto gjëra. Ajo kishte qenë gjithmonë e kujdesshme, gjithmonë e kontrolluar. Por tani ata po e akuzonin për gjëra që ajo nuk i kishte bërë. Ajo donte të protestonte, të thoshte se kjo ishte e gabuar, por ajo e dinte se nëse ajo do të protestonte, ajo do të dukej e fajshme. Kështu që ajo qëndroi në heshtje, duke i shikuar ata me sytë e saj të mvenj, duke pritur të shihte se çfarë do të ndodhte më pas. Burri me mustaqe vazhdoi: "Ne nuk jemi këtu për të të ndëshkuar, shok Zella. Ne jemi këtu për të të ndihmuar. Ne dim se ti je në presion, se ti ke shumë përgjegjësi, se ti ndonjëherë mund të ndjehesh e lodhur, por ti duhet të kuptosh se ti nuk je vetëm një këngëtare. Ti je një simbol i popullit ton. Dhe si simbol, ti ke një përgjegjësi të madhe. Ti nuk mund të lejosh që ndjenjat e tua personale të ndikojnë në punën tënde. Ti duhet të jesh gjithmonë e fortë, gjithmonë e lumtur, gjithmonë e gatshme të shërbesh." Ai pushoi dhe pastaj shtoi: "Ne kemi vendosur që ti të marrësh një pushim të vogël. Një muaj larg skenës, larg publikut. Një muaj për të menduar, për të riorganizuar veten, për të kuptuar se sa e rëndësishme është puna jote. Dhe gjatë këtij muaji, ti do të takohesh me një këshilltar që do të të ndihmojë të kapërcesh këto vështirësi." Vaçe dinte se ky këshilltar nuk ishte asgjë tjetër veçse një person tjetër që do ta vëzhgonte, që do të raportonte për të, që do të përpiqej të hynte në mendjen e saj. Ajo donte të refuzonte, por ajo e dinte se nëse ajo do të refuzonte, ajo do të akuzohej për mos respektim të urdhrave të partisë. Kështu që ajo pranoi me një zë të ulët dhe të thyer, dhe pastaj u ngrit dhe u largua nga zyra, duke ndjerë se ajo sapo kishte humbur edhe një copë të lirisë së saj. Muaji që pasoi ishte një nga më të vështirët në jetën e Vaçes. Ajo nuk mund të dilte në skenë, nuk mund të këndonte, nuk mund të bënte atë që ajo e donte më shumë. Ajo qëndroi në shtëpi, duke u ndjerë si një e burgosur, duke pritur çdo ditë vizitën e këshilltarit që vinte dhe e pyeste për ndjenjat e saj, për mendimet e saj, për ëndrat e saj. Çdo bisedë që ajo bënte me këtë person ishte një torturë, sepse ajo e dinte se çdo fjalë që ajo thoshte do të shkruhej në një raport, do të analizohej, do të përdorej kundër saj nëse ajo do të bënte ndonjë gabim. Ajo u bë edhe më e heshtur, edhe më e mbyllur, edhe më e izoluar. Fëmijët e saj e shikonin dhe nuk e kuptonin se çfarë po ndodhte me nënën e tyre. Ata e shikonin atë duke qarë në heshtje, duke shikuar nga dritarja me orë të tëra, duke mos ngrënë, duke mos folur. Dhe ata nuk dinin se si ta ndihmonin, sepse ajo nuk u thoshte asgjë. Ajo i mbante ta larg nga e vërteta, sepse ajo donte t'i mbrojë ata nga kjo dhimbje. Por duke i mbajtur ata larg, ajo po i izolonte edhe më shumë veten. Ajo po bëhej një ishull i vetmuar në mes të një deti të trazuar, dhe askush nuk mund të arrinte atë. A mund të mbijetonte ajo në këtë vetmi? A mund të vazhdonte ajo të jetonte kur çdo ditë ishte një luftë për të mbajtur maskën, për të fshehur dhimbjen, për të pretenduar se gjithçka ishte në rregull? Në vitin 1979, një ngjarje e çuditshme ndodhi që trondit të gjithë botën artistike të Tiranës. Një aktor i njohur, i cili kishte qenë mik i ngushtë i Vaçes për vite me radhë, u arrestua papritur në mes të natës. Arsyeja zyrtare ishte se ai kishte bërë komente kundër shtetit, se ai kishte shprehur dyshime për linjën e partisë, se ai kishte pasur kontakte me elementë të dyshimt. Por njerëzit që e njihnin atë, thanë se kjo ishte e pamundur, se ai kishte qenë gjithmonë një njeri i kujdesshëm, gjithmonë i kontrolluar, gjithmonë besnik. Ata thanë se arrestimi i tij ishte një mesazh, një paralajmërim për të gjithë të tjerët që po mendonin të flisnin, që po mendonin të refuzonin, që po mendonin të bënin diçka që nuk ishte në përputhje me vullnetin e partisë. Dhe mesazhi ishte i qartë. Askush nuk është i sigurt,
as edhe ata që mendojnë se janë të mbrojtur. Vace dëgjoi lajmin dhe ndiu një frikë që e bëri të mos mund të flasë për orë të tëra. Ajo e dinte se nëse ata mund të arrestonin atë, ata mund të arrestonin edhe atë. Ajo e dinte se dosja e saj ishte plot me raporte, me akuza, me dyshime. Ajo e dinte se çdo ditë që ajo jetonte, ishte një ditë që ajo ishte në prag të një katastrofe. Por çfarë mund të bënte ajo? Ku mund të shkonte ajo? Kush mund ta ndihmonte atë? Pas arrestimit të aktorit, Vace filloi të marrë telefonata të çuditshme. Telefonata që vinin në mes të natës, ku askush nuk fliste, por ajo dëgjonte vetëm një frymëmarrje të rëndë në anën tjetër të linjës. Telefonata që vinin gjatë ditës, ku një zë i panjohur i thoshte: "Kujdesu për veten, Vace, mos bëj gabime." Dhe pastaj linja shkëputej. Këto telefonata e bën atë të ndjejë sikur ajo po vëzgoi çdo sekond, sikur çdo lëvizje e saj po regjistroi, sikur ajo nuk ishte asnjë moment privat në jetën e saj. Ajo filloi të ketë probleme me gjumin. Ajo zgjoi në mes të natës, e mbulluar me djersë, duke menduar se dikush po hynte në shtëpinë e saj, se dikush po vinte ta arrestonte. Ajo filloi të shihte hije në çdo koshe, të dëgjoj zëra që nuk ekzistonin, të ndjej një prani që nuk ishte atje. Ajo po humbte kontrollin mbi mendjen e saj dhe ajo e dinte këtë, por ajo nuk mund të bënte asgjë për ta ndaluar. Ajo shkoi te një mjek, por mjeku i tha se ajo kishte nevojë për pushim, për qetësi, për të qenë larg stresit. Por si mund të ishte ajo larg stresit kur stresi ishte kudoret saj, kur stresi ishte vetë jeta e saj? Në muajin prill të vitit 1980, Vace mori një ftesë për të kënduar në një koncert special në ëndër të përvjetorit të çlirimit të vendit. Kjo ishte një nderim i madh, por për Vacen ishte edhe një provë e re. Ajo e dinte se ajo duhej të ishte perfekte, se ajo nuk mund të bënte asnjë gabim, se çdo notë e gabuar, çdo fjalë e harruar, çdo shprehje e gabuar në fytyrën e saj do të interpretohej si një shenjë dobësisë, si një shenjë e mosbesnikërisë. Ajo u përgatit për javë të tëra, duke provuar çdo ditë, duke përsëritur çdo fjalë, duke kontrolluar çdo lëvizje. Por sa më shumë ajo provonte, aq më shumë ajo ndjente se ajo po humbte veten. Ajo nuk ishte më Vace Zella, këngëtarja që këndonte me zemër. Ajo ishte bërë një makinë që prodhonte tinguj, një kukull që lëvizte sipas urdhrave të tjerëve, dhe kjo e vriste nga brenda. Natën para koncertit, ajo nuk foli me askënd. Ajo shkoi në dhomën e saj, u mbyll brenda dhe qëndroi atje, duke shikuar në pasqyrë, duke parë një grua që ajo nuk e njihte më. Fytyra e saj ishte e zbetë, sytë e saj ishin të thellë dhe të lodhur, flokët e saj kishin filluar të thinjen. Ajo ishte vetëm 40 vjeç, por ajo dukej sikur kishte 60. Jeta e saj po kallonte, dhe ajo nuk kishte jetuar asnjë moment të saj me vërtetësi. Ajo kishte jetuar gjithmonë për të tjerët, gjithmonë sipas urdhrave të tjerëve, gjithmonë duke fshehur atë që ajo ndjente vërtet. Ve tani, duke shikuar në pasqyrë, ajo e pyeti veten: a vlen kjo? A vlen të jetosh kështu? A vlen të sakrifikosh shpirtin tënd për të mbajtur një maskë? Koncerti shkoi mirë. Vace këndoi me një zë të fortë dhe të qartë. Ajo buzëqeshi, ajo përshëndeti publikun. Ajo bëri gjithçka që pritej prej saj. Por kur ajo u kthye në shtëpi atë natë, ajo u rrëzua në dysheme dhe qau sikur më parë. Ajo qau për të gjitha vitet e humbura, për të gjitha momente që ajo nuk i kishte jetuar, për të gjitha ëndrat që ajo kishte pasur dhe që nuk ishte realizuar kurrë. Ajo qau për fëmijët e saj që po rriteshin pa një nënë të vërtet, për bashkëshortin e saj që po vuante në heshtje, për veten e saj që po vdiste ngadalë. Dhe ajo qau sepse ajo e dinte se kjo nuk do të mbaronte kurrë, se ajo do të vazhdonte të jetonte kështu derisa ajo të vdiste, se ajo nuk do të kishte kurrë lirinë që ajo dëshironte aq shumë. Kjo ishte fati i saj, kjo ishte dënimi i saj, dhe askush nuk mund ta shpëtonte atë, sepse askush nuk ishte fuqinë ta luftonte sistemin që mbante atë të burgosur. Por a do të vazhdonte ajo të pranonte këtë fat? A do të vazhdonte ajo të jetonte në këtë ferr? Apo do të vinte një ditë kur ajo do të thoshte mjaft, kur ajo do të zgjite të humbte gjithçka, sesa të vazhdonte të jetonte pa shpirt? Dhe kështu, historia e Vaces vazhdonte. Një histori e mbushur me dhimbje, me frikë, me humbje. Një histori që askush nuk e dinte plotësisht, sepse ajo ishte fshehur pas buzëqeshjeve, pas këngëve, pas maskës që ajo mbante çdo ditë. Por sa kohë ajo do të mund të mbante këtë maskë? Sa kohë ajo do të mund të vazhdonte të jetonte në këtë gënjeshtër? Dhe çfarë do të ndodhte kur maska do të binte, kur e vërteta do të dilte në shesh, kur bota do të shihte se çfarë kishte qenë vërtet jeta e Vaces Zellës, zërit më të dashur të Shqipërisë?
Në një natë të muajit shtator të vitit 1981, një grua e veshur me rroba të zeza hyri në një spital të vogël në periferi të Tiranës, duke mbajtur në duar një çantë lëkure të vjetër që dukej sikur kishte kaluar nëpër shumë duar. Ajo kërkoi të takonte një infermiere të caktuar, një grua që kishte punuar në atë spital për më shumë se 20 vjet, veç e njihej për heshtjen e saj absolute. Kur infermierja erdhi, gruaja me rroba të zeza nxori nga çanta një tuf letrash të verdhura, disa fotografi të vjetra dhe një shisha të vogël qelçi që përmbante diçka që dukej si ilaç. Ajo i tha infermierës me një zë që mezi dëgjohej: "Këto janë dokumentet mjekësore të Vaçes Zelës nga vitet e 70. Dokumente që nuk duhet të ekzistonin më, sepse ato u urdhëruan të digjeshin. Por unë i ruajta, sepse e dija se një ditë e vërteta do të duhej të dilte në shesh." Infermierja i mori letrat me duar që dridheshin dhe filloi t'i lexonte, dhe sa më shumë ajo lexonte, aq më shumë fytyra e saj bëhej e zbet. Në ato letra shkruhej se Vaçe kishte vojtur nga një sëmundje e rënde stomakut që kishte filluar në vitin 1977, një sëmundje që i shkaktonte dhimbjet e tmerrshme dhe që kërkonte trajtim urgjent. Por në vend që të jepej trajtimi që ajo kishte nevojë, asaj i ishin dhënë vetëm qetësues të fortë, që e bënin të mund të vazhdonte të këndonte, por që po e shkatronin nga brenda. Në një nga letrat, një mjek kishte shkruar me shkronja të mëdha: "Pacienti ka nevojë për pushim të plotë dhe trajtim specialist. Nëse ajo vazhdon të punojë në këtë ritëm, shëndeti i saj do të përkeqësohet në mënyrë të pakthyeshme." Por kjo rekomandim nuk ishte ndjekur kurrë. Në vend të kësaj, në fund të letrës, dikush kishte shtuar me shkrim dore të kuq: "Pacienti do të vazhdojë detyrat e saj. Trajtimi do të bëhet në mënyrë që të mos ndërhyjë me programin e punës." Kush kishte shkruar këtë urdhër? Kush kishte vendosur që shëndeti i Vaçes ishte më pak i rëndësishëm se këngët që ajo këndonte? Dhe pse këto dokumente ishin fshehur për aq shumë vite? Gruaja me rroba të zeza, e cila më vonë u identifikua si një ish sekretare e Ministrisë së Shëndetësisë, rrëfeu se ajo kishte qenë dëshmitare një takimi të fshehtë në vitin 1978, ku 3 zyrtarë të lartë kishin diskutuar për gjendjen shëndetësore të Vaçes. Njëri prej tyre, një burr që ajo e përshkroi si të fuqishëm dhe të ftohtë, kishte thënë: "Vaçe Zela është një aset kombëtar. Ajo nuk mund të pushojë, sepse populli ka nevojë për të. Nëse ajo është e sëmurë, ne do t'i japim atë që i duhet për të vazhduar, por ajo nuk do të largohet nga skena." Një mjek që ishte i pranishëm në atë takim kishte protestuar, duke thënë se kjo ishte e papranueshme, se ajo ishte një qenie njerëzore që kishte të drejtën e saj për trajtim të duhur. Por zyrtari kishte përgjigjur me një ton që nuk lejonte diskutim: "Ti nuk je këtu për të dhënë mendime, ti je këtu për të ndjekur urdhrat. Dhe urdhri është që Vaçe Zela do të vazhdojë të këndojë." Mjeku kishte heshtur, veç atë ditë ai kishte filluar të shkruante raporte të reme, duke thënë se gjendja e Vaçes ishte e qëndrueshme, se ajo po përmirësohej, se ajo nuk kishte nevojë për trajtim të veçantë. Por e vërteta ishte se Vaçe po vdiste ngadalë dhe askush nuk po bënte asgjë për të ndalur këtë. Ajo po konsumohet nga brenda, trupi i saj po dorëzohej, por ajo duhej të vazhdonte të buzëqeshte, të vazhdonte të këndonte, të vazhdonte të ishte ajo që ata donin që ajo të ishte. Sa kohë një trup njerëzor mund të rezistojë në një presion të tillë? Sa kohë një shpirt mund të mbijetojë kur çdo ditë është një luftë për të mbajtur maskën? Por historia bëhet edhe më e errët kur zbulojmë se Vaçe nuk ishte e vetmja që po vuante në heshtje. Sipas dokumenteve që gruaja me rroba të zeza solli në dritë, kishte të paktën 5 artistë të tjerë që ishin trajtuar në të njëjtën mënyrë gjatë viteve të 70 dhe të 80. Një këngëtar i njohur kishte vuajtur nga një sëmundje mushkrive, por ishte dhënë vetëm ilaçe për të fshehur simptomat, jo për ta trajtuar sëmundjen. Një aktore kishte pasur probleme serioze me zemrën, por ajo ishte detyruar të vazhdonte të luante në teatro çdo natë, derisa një ditë ajo ra e fikët në skenë dhe nuk u zgjua më. Versioni zyrtar ishte se ajo kishte vdekur nga një sulm i papritur në zemër, por njerëzit që e njihnin të vërtetën thanë se ajo kishte vdekur sepse trupi i saj nuk kishte mundur të rezistonte më. Ajo kishte vdekur sepse sistemi e kishte konsumuar, e kishte shfrytzuar derisa nuk kishte mbetur më asgjë prej saj. Dhe pastaj, kur ajo vdiq, ata e quajtën heroin të artit popullor, organizuan një funeral madhështor dhe e varrosën me nderime të mëdha. Por askush nuk foli për atë që kishte ndodhur vërtet, për atë që e kishte çuar atë në varr. Askush nuk foli për dhimbjen që ajo kishte vuajtur, për lotët që ajo kishte derdhur, për frikën që ajo kishte ndjerë çdo ditë. Ajo u bë një simbol, por simbolet nuk kanë ndjenja, nuk kanë dhimbje, nuk kanë jetë. Dhe kjo ishte ajo që sistemi donte, simbole, jo njerëz. A ishte Vaçe duke u kthyer në një simbol të tillë, apo humbte ajo njerëzinë e saj në këtë proces të shndërrimit në një ikon të kontrollit?
Ndërkohë jeta familjare e Vaces po bëhej gjithnjë më e padurueshme. Bashkëshorti i saj Bashkimi kishte filluar të pinte më shumë se zakonisht, duke u përpjekur të harronte dhimbjen që ai ndjente duke parë gruan e tij të shkatërrohej para syve të tij. Ai e dinte se ajo po vuante, por ai nuk dinte si ta ndihmonte, sepse çdo herë që ai përpiqej të fliste me të, ajo e largonte, duke i thënë se gjithçka ishte në rregull, se ajo ishte vetëm e lodhur. Por ai e dinte se kjo nuk ishte e vërtetë. Ai e shihte atë duke qarë në heshtje natën, duke u zgjuar me ëndra të këqija, duke refuzuar të hante, duke humbur peshë me shpejtësi të frikshme. Ai e shihte atë duke u kthyer në një hije të vetes së saj dhe ai nuk mund të bënte asgjë për ta ndallur këtë. Fëmijët e tyre, tani adoleshent, kishin filluar të bëhen të rebeluar, të largoheshin nga shtëpia, të kërkonin një jetë jashtë atij burgu të fshehur ku ata jetonin. Ata nuk e kuptonin plotësisht se çfarë po ndodhte, por ata e ndjenin se diçka nuk ishte në rregull, se familja e tyre nuk ishte si familjet e tjera, se kishte një peshë të padukshme që po i shtypte të gjithë. Dhe kjo peshë po i ndante ata, po i izolonte ata nga njëri tjetri, po i ktente ata në të huaj që jetonin në të njëjtin çati. A mund të mbijetonte një familje në një presion të tillë? A mund të vazhdonte dashuria kur frika ishte kudo rreth tyre? Në vitin 1982, Vace mori një ftesë për të kënduar në një festival ndërkombëtar në Bullgari. Kjo ishte një mundësi e rrallë, sepse udhëtimet jashtë vendit ishin bërë gjithnjë më të kufizuara. Por pak para nisjes, ajo u thirr përsëri në një zyrë të sigurimit. Kësaj here, personi që e priti ishte një grua me flokë të shkurtër dhe sy të ashpër, që i shikoi Vacel me një shprehje që nuk lejonte asnjë ngrohtësi. Ajo i tha: "Ti do të shkosh në Bullgari, por ti duhet të dish se ne do të jemi atje me ty. Jo fizikisht, por ne do të dim çdo gjë që ti bën, çdo person që ti takon, çdo fjalë që ti thua. Dhe nëse ti bën ndonjë gabim, nëse ti thua diçka që nuk duhet, nëse ti takon dikë që nuk duhet, pasojat do të jenë të rënda, jo vetëm për ty, por edhe për familjen tënde." Vace ndjeu një të ftohtë që i kalloi nëpër trup, por ajo nuk tha asgjë. Ajo thjesht të ndi kokën dhe u largua, duke ditur se ajo po shkonte në një udhtim që do të ishte një torturë e re, një provë e re e besnikërisë së saj ndaj një sistemi që e kishte shkatërruar. Po çfarë zgjedhje kishte ajo? Ku mund të shkonte ajo? Kush mund ta shpëtonte atë nga ky ferr që nuk kishte fund? Në një mbrëmje të muajit shkurt të vitit 1983, një burr i moshuar me mjekër të bardhë dhe duar të zhudura erdhi në shtëpinë e Vaces duke pretenduar se ishte një elektricist që ishte thirrur për të riparuar një problem me dritat. Roja në derë llat hynte, sepse ai kishte një leje zyrtare që dukej e vlefshme. Burri hyri në shtëpi, kontrolloi disa prizat dhe pastaj kërkoi të fliste me Vacen privatisht, duke thënë se kishte nevojë të verifikonte diçka në dhomën e saj. Kur ata mbetën vetëm, burri nxori nga xhepi i tij një letër të vogël të pallosur dhe ja dha Vaces, duke i pëshpëritur. "Lesoje shpejt dhe më ktheje menjëherë, mos e ruaj." Vace e hapi letrën me duar që dridheshin dhe lexoi. "Vace, unë jam dikush që të njeh prej vitesh, edhe pse ti nuk më njeh mua. Unë kam punuar në sistemin që të kam mbajtur nën kontroll, dhe tani unë po pendohem për atë që kam bërë. Unë po të shkruaj për të thënë se ata po planifikojnë diçka të madhe kundër teje. Ata po përgatiten të akuzojnë për kontakte me element të huaj, për shprehje kundër shtetit, për veprimtari që dëmtojnë imazhin e vendit. Këto akuza janë të rreme, por ata kanë përgatitur dëshmi të rreme, kanë gjetur dëshmitar të rrem, kanë ndërtuar një rast që duket i besueshëm. Nëse kjo ndodh, ti do të humbasësh gjithçka, jo vetëm karrierën, por edhe lirinë, dhe familja jote do të vuajë pasojat. Unë nuk mund të bëj shumë për të të ndihmuar, por unë mund të të paralajmëroj. Kujdesu, mos beso askënd, dhe nëse ti ke mundësi, përpiqu të largohesh nga vëmendja e tyre, të bëhesh më pak e dukshme, të mos jesh më në qendër të skenës. Kjo është e vetmja mënyrë që ti mund të mbijetosh." Vaca e lexoi letrën 2 herë dhe pastaj ja ktheu burrit, i cili e dogji menjëherë me një shkrepse që kishte në xhep. Ai tha: "Unë duhet të shkoj tani, mos më pyet asgjë, vetëm kujto atë që lexove." Dhe ai u largua, duke e lënë Vacen të ullur në dhomë, të shokuar dhe të hutuar, duke u pyetur nëse kjo ishte e vërtet, nëse ajo vërtet ishte në rrezik aq të madh, apo nëse kjo ishte vetëm një taktikë e re për ta mbajtur atë në frikë. Por në thellësinë e zemrës së saj, ajo e dinte se kjo ishte e vërtet. Ajo e ndjente se diçka po vinte, se një stuj po afrohej, dhe se ajo nuk kishte ku të fshihej. Pas asaj nate, Vace filloi të ndryshoi sjelljen e saj. Ajo filloi të refuzonte ftesa për koncerte, duke pretenduar probleme shëndetësore. Ajo filloi të shmang takimet me njerëz që ajo nuk i njihte mirë, duke u bërë edhe më e izoluar se më parë. Ajo filloi të fliste pak, të buzëqeshte më rrallë,
të jetonte në një heshtje që ishte pothuajse e plot. Njerëzit që punonin me të vunë re këtë ndryshim dhe filluan të shqetësoheshin. Disa prej tyre e pyetën nëse ajo ishte mirë, por ajo thjesht tundi kokën dhe tha se ishte vetëm e lodhur. Por e vërteta ishte se ajo po përpiqej të bëhej e padukshme, të zhdukej nga vëmendja e atyre që e kontrollonin, të shpëtonte nga plani që po turrej kundër saj. Por a ishte kjo e mundur? A mund të zhdukej dikush që ishte aq i famshëm, aq i dashur nga populli? A mund të largohej Vacezela nga skena pa u vënë re, pa u pyetur, pa u akuzuar për tradhtim ndaj artit popullor? Në muajin maj të vitit 1984, Petrit Mallaj, zyrtari që kishte pasur një obsesion të fshehtë për Vacen, vdiq papritur nga një sulm në zemër. Lajmi u përhap shpejt dhe shumë njerëz shprehen ngushëllime për familjen e tij, duke i quajtur atë një shërbëtor besnik të artit popullor. Por Vace, kur dëgjoi lajmin, nuk ndjeu asgjë. Ajo nuk ndjeu as trishtim, as lehtësim. Ajo thjesht ndjeu një zbrazëti të thellë. Një ndjenjë se një kapitull i jetës së saj kishte mbyllur, por se kapitujt e tjerë po aq të errët ende vazhdonin. Ajo shkoi në funeralin e tij sepse ajo duhej të shkonte, sepse ajo duhej të tregonte respekt, sepse ajo duhej të luante rolin që pritej prej saj. Por kur ajo qëndroi pranë arkivolit të tij dhe i shikoi fytyrën e tij të ftohtë dhe të palvishme, ajo mendoi për të gjitha vitet që ai e kishte kontrolluar, për të gjitha vendimet që ai kishte marrë për të, për të gjitha herët që ai e kishte bërë të ndjehej e pafuqishme. Dhe ajo mendoi, a ishte ai vërtet fajtor? Apo ishte ai vetëm një mjet i një sistemi që ishte shumë më i madh se ai? A mund të fajsosh një njeri kur i gjithë sistemi është i sëmur? Apo duhet të fajsosh sistemin që krijon njerëz të tillë? Por vdekja e Petrit Mallajt nuk solli lehtësim për Vacen. Në vend të kësaj, ajo solli një ndryshim të ri. Një zyrtar i ri u emërua në vendin e tij, një burr i ri me ide të reja dhe me një dëshirë për të provuar veten. Ky burr, i cili quhej Arben Kolla, ishte edhe më i ashpër se Petrit Mallaj. Ai besonte se artistët duhet ishin plotësisht të nështruar ndaj partisë, se ata nuk duhet të kishin asnjë mendim të pavarur, se ata duhet ishin thjesht zëra që përsërisnin atë që u tuaj. Dhe ai vendosi se Vacezela, e cila kishte filluar të tregonte shenja të lodhjes ideologjike, kishte nevojë për një riedukim. Ai e thiri atë në zyrën e tij dhe i tha me një ton që nuk lejonte diskutim. Shok Zela, unë kam lexuar dosjen tënde dhe unë kam vënë re se ti ke pasur disa probleme në vitet e fundit. Ti ke refuzuar disa detyra, ti ke shprehur dëshirë për të pushuar, ti ke treguar një qëndrim që nuk është në përputhje me rolin tënd si artist popullor. Unë jam këtu për të ndihmuar të kthehesh në rrugën e duhur. Dhe mëra se si unë do të ndihmoj është duke të dhënë më shumë përgjegjësi, më shumë detyra, më shumë mundësi për të provuar besnikrinë tënde. Ti do të këndosh më shumë, ti do të udhëtosh më shumë, ti do të jesh më e dukshme se kur. Dhe nëse ti nuk e bën këtë, nëse ti refuzon, atëherë unë do të jemi detyruar të marr masa. Vace dëgjoi atë në heshtje, dhe kur ai mbaroi, ajo tha me një zë të ulët: Unë do të bëj atë që më kërkohet. Por brenda, ajo ndjeu se diçka kishte thyer përfundimisht. Ajo nuk kishte më forcë për të luftuar, nuk kishte më shpresë për të ndryshuar gjërat. Ajo kishte pranuar fatin e saj. Ajo do të vazhdonte të ishte një kukull, një simbol, një zë pa shpirt, dhe kjo do të ishte jeta e saj derisa ajo të vdiste. Por sa kohë ajo do të mund të mbijetonte në këtë gjendje? Sa kohë trupi i saj do të mund të rezistonte para se të dorëzohej plotësisht? Dhe kështu vitet kalonin, dhe Vace vazhdonte të këndonte, të buzëqeshte, të luante rolin që i ishte caktuar. Por çdo ditë që kalonte, ajo ndjente se ajo po humbte edhe më shumë nga vetja e saj, se ajo po bëhej gjithnjë më shumë një fantazm, një hije e asaj që ajo kishte qenë dikur. Dhe askush nuk e shihte këtë, sepse askush nuk donte ta shihte. Ata donin të shihnin vetëm atë që ata donin të shihnin, një grua të bukur, të talentuar, të lumtur, që këndonte për adheun dhe që ishte krenar që ishte pjesë e këtij sistemi. Por e vërteta ishte se Vacezela po vdiste ngadalë ditë pas dite, dhe askush nuk po bënte asgjë për ta ndallur këtë. Ajo ishte një viktimë e një sistemi që kishte konsumuar, e kishte shfrytëzuar, e kishte shkatëruar. Dhe kur ajo do të vdiste, ata do ta cvanin heroin të artit popullor, do të organizonin një funeral madhështor dhe do ta varrosnin me nderime të mëdha. Por askush nuk do të fliste për atë që kishte ndodhur vërtet, për dhimbjen që ajo kishte vuajtur, për lotët që ajo kishte derdhur, për frikën që ajo kishte ndjerë çdo ditë. Ajo do të bëjë një simbol, por simbolet nuk kanë ndjenjë, nuk kanë dhimbje, nuk kanë jetë. Dhe kjo ishte ajo që sistemi donte, simbole, jo njerëz. A do të lejonte historia që e vërteta të harrohej kështu? A do të vazhdonte heshtja të mbulonte krimet që ishin bërë ndaj saj?
Në vitin 1985, një ngjarje e papritur ndodhi që trondit të gjithë botën artistike të Tiranës, veç e solli në dritë një të vërtetë që kishte qenë e fshehur për vite me radhë. Një gazetar i ri, i cili kishte filluar të punonte në një revistë kulturore, mori një letër anonime që përmbante informacione të detajuara për mënyrën se si artistët e famshëm të vendit ishin trajtuar nga sistemi. Letra përmbante emra, data, dokumente dhe dëshmi që tregonin se shumë prej tyre kishin qenë në presion të vazhdueshëm, se ata kishin qenë të detyruar të bënin gjëra që nuk donin, se ata kishin vuajtur në heshtje ndërsa publiku i adhuronte. Gazetari, i cili quhej Ilir Hoxha, vendosi të hetonte këtë çështje, edhe pse ai e dinte se kjo mund të ishte rrezikshme. Ai filloi të takonte njerëz që kishin punuar në sistemin e artit, të mbledhte dëshmi, të lexonte dokumente të vjetra. Dhe sa më shumë ai hetonte, aq më shumë ai zbulonte një botë të errët që kishte qenë e fshehur pas fasadës së shkëlqyeshme të artit popullor. Ai zbuloi se kishte pasur një rrjet të tërë njerëzish që kontrollonin çdo aspekt të jetës së artistëve, se kishte pasur dosje sekrete për secilin prej tyre, se kishte pasur planete detajuara për të ndëshkuar ata që nuk bindeshin. Dhe në qendër të kësaj bote të errët ishte Vaçe Zela, gruaja që e gjithë Shqipëria e donte, por që askush nuk e njihte vërtet. Kur Ilir Hoxha kërkoi të takonte Vaçen për të bërë një intervistë, ai u refuzua menjëherë. Zyrtarët i thanë se Vaçe ishte e sëmur, se ajo nuk mund të jepte intervista, se ajo kishte nevojë për qetësi. Por Ilir nuk u dorëzua. Ai vazhdoi të kërkonte, të pyeste, të hetonte. Dhe një ditë, ai mori një telefonat nga një grua që nuk dha emrin e saj, por që i tha: "Nëse ti vërtet dëshiron të dish të vërtetën për Vaçe Zelen, eja në parkun e liçenit në orën 5 pasdite nesër. Unë do të jap diçka që do të ndryshoj gjithçka." Ilir shkoi në takim, dhe gruaja që e priti ishte e njëjta grua që kishte sjell dokumentet mjekësore në spital vite më parë. Ajo i dha Ilirit një dosje të trash që përmbante raporte të sigurimit, letra mjekësh, dëshmi të dëshmitarve dhe fotografi që tregonin gjendjen e vërtetë të Vaçes gjatë viteve. Ajo i tha: "Unë po të jap këto sepse unë besoj se e vërteta duhet të dihet, por ti duhet të jesh i kujdesshëm. Nëse ti publikon këto, ti do të bëhesh një shënjestër. Ata do të përpiqen të heshtësin, të friksojnë, të shkatërrojnë. Por nëse ti ke guximin, nëse ti vërtet beson në të vërtetën, atëherë bëje. Sepse Vaçe Zela meriton që historia e saj të tregohet, që dhimbja e saj të njihet, që sakrifica e saj të respektohet." Ilir mori dosjen dhe u largua, duke ditur se jeta e tij sapo kishte ndryshuar përgjithmonë. A do të kishte ai guximin të publikonte atë që ai kishte zbuluar? A do të mund të përballonte ai pasojat e të follurit të së vërtetës në një vend ku e vërteta ishte gjithmonë e rrezikshme? Por para se Ilir të mund të vendoste se çfarë të bënte me dosjen, një ngjarje tjetër ndodhi që e bëri vendimin e tij edhe më urgjent. Në muajin gusht të vitit 1985, Vaçe Zela u shtrua në spital me një gjendje të rëndë shëndetësore. Versioni zyrtar ishte se ajo kishte pasur një problem të vogël dhe se ajo do të shërohej shpejt. Por njerëzit që punonin në spital thanë se gjendja e saj ishte shumë më serioze se sa po tuhej publikisht, se ajo ishte në një gjendje kritike, se mjekët po luftonin për ta mbajtur atë gjallë. Lajmi u përhap shpejt, dhe njerëzit filluan të mblidhen jashtë spitalit, duke sjell lule, duke kënduar këngët e saj, duke u lutur për shërimin e saj. Por brenda spitalit, situata ishte shumë më e errët. Vaçe ishte e dobët, e zbehtë, pothuajse e pavetëdijshme. Trupi i saj kishte dorëzuar pas vitesh presioni, pas vitesh neglizhence mjekësore, pas vitesh konsumimi nga një sistem që e kishte shfrytzuar derisa nuk ishte mbetur më asgjë prej saj. Mjekët bënin çfarë mund të bënin, por ata e dinin se ishte shumë vonë, se dëmtimi ishte bërë, se trupi i saj nuk kishte më forcë për të luftuar. Dhe ndërsa ajo shtihej atje, e rrethuar nga makinave tuba, ajo mendonte për jetën e saj, për të gjitha vitet që ajo kishte humbur, për të gjitha momentet që ajo nuk i kishte jetuar. Ajo mendonte për fëmijët e saj, për bashkëshortin e saj, për nënën e saj që kishte vdekur pa e parë kurrë të lumtur. Ajo mendonte për të gjitha këngët që ajo kishte kënduar, për të gjitha buzëqeshjet që ajo kishte shfaqur, për të gjitha dinjeshtrat që ajo kishte jetuar. Dhe ajo mendonte: a ka vlejtur? A ka vlejtur të sakrifikosh gjithçka për një sistem që nuk të vlerësonte, që të shihte vetëm si një mjet, që të konsumonte derisa nuk ishte më asgjë të mbetur prej teje? Por ishte shumë vonë për të ndryshuar gjërat tani, ishte shumë vonë për të jetuar ndryshe, ishte shumë vonë për gjithçka. Kur lajmi i gjendjes së rëndë të Vaçes arriti te Ilir Hoxha, ai vendosi se ai nuk mund të priste më. Ai duhej të publikonte atë që ai kishte zbuluar, ai duhej të tregonte të vërtetën ndërsa ajo ende ishte gjallë, ndërsa ajo ende mund të dëgjonte se zëri i saj po dëgjohej,
se historia e saj po tregohej. Ai shkoi në redaksinë e revistës dhe i paraqiti dosjen drejtorit, duke i thënë se ai donte të shkruante një artikull të madh për Vachezelen, për atë që kishte ndodhur me të, për mënyrën se si sistemi e kishte trajtuar. Drejtori e shikoi atë me një shprehje të shqetësuar dhe i tha: "Ilir, ti e di se çfarë po kërkon? Ti po kërkon të publikosh diçka që do të shkaktojë një skandal të madh, që do të trondit të gjithë vendin, që do të vërë në pyetje gjithçka që ne kemi besuar për vite me radhë. A je i sigur se ti dëshiron të bësh këtë? A je i sigur se ti je gati për pasojat?" Ilir e shikoi atë drejt në sy dhe tha: "Po, unë jam i sigurt, sepse nëse unë nuk e bëj këtë, nëse unë hesht, atëherë unë jam po aq fajtor sa ata që bën këtë me të. Unë nuk mund të jetoj me këtë peshë në ndërgjegjen time. Unë duhet ta bëj këtë." Drejtori e shikoi atë për një moment të gjatë dhe pastaj tundi kokën dhe tha: "Atëherë bëje, por kujdesu, sepse ata nuk do të falin kurrë për këtë." Dhe kështu, Ilir filloi të shkruante artikullin që do të ndryshonte gjithçka, artikullin që do të tregonte të vërtetën për Vachezelen, për dhimbjen e saj, për sakrificat e saj, për mënyrën se si ajo kishte qenë një viktimë e një sistemi që e kishte konsumuar. Por a do të mund të publikohej ky artikull? A do të lejonin ata që e vërteta të dilte në shesh? Apo ata do të bënin gjithçka për ta ndallur këtë, për ta heshtuar Ilirin, për ta mbajtur të vërtetën të fshehur përgjithmonë? Ndërkohë në spital, Vache po luftonte për jetën e saj. Ajo po luftonte jo vetëm kundër sëmundjes që po e konsumonte, por edhe kundër kujtimeve që po e mundonin, kundër pendimeve që po e gërrynin, kundër pyetjeve që nuk kishin përgjigje. Ajo po luftonte për të mbajtur një shkëndij jete, për të parë edhe një ditë, për të dëgjuar edhe një herë zërat e fëmijëve të saj, për të ndier edhe një herë ngrohtësinë e diellit në fytyrën e saj. Por sa kohë ajo do të mund të luftonte? Sa kohë trupi i saj do të mund të rezistonte? Dhe çfarë do të ndodhte kur ajo nuk do të mund të luftonte më? A do të vdiste ajo në heshtje sikur asgjë nuk ishte ndodhur, sikur jeta e saj nuk ishte pasur asnjë rëndësi? Apo do të dilte e vërteta në shesh, do të tregojë historia e saj, do të njihej dhimbja e saj? Kjo ishte pyetja që mbetej pa përgjigje, pyetja që do të vendoste se si do të kujtojë Vachezela, si një simbol i lumtur i artit popullor, apo si një viktimë e një sistemi që e kishte shkatërruar. Dhe kjo pyetje do të përcaktonte jo vetëm fatin e saj, por edhe fatin e të gjithë atyre që kishin vuajtur në heshtje, që kishin jetuar në frikë, që kishin sakrifikuar gjithçka për një sistem që nuk i vlerësonte kurrë. A do të lejonte historia që e vërteta të harrohej? Apo do të vinte një ditë kur të gjithë do të dinin se çfarë kishte ndodhur vërtet? Kur të gjithë do të kuptonin se pas buzëqeshjeve dhe këngëve fshihej një dhimbje e pafund, një ferr që nuk kishte fund. Në një mëngjes të ftohtë të muajit shtator të vitit 1986, një çantë lëkure vjetër u gjete braktisur në një stol të parkut pranë liçenit artificial. Brenda saj ishin dokumente që askush nuk duhej t'i shihte kurrë. Kontratat e nënshkruara me gjurmë gishti në vend të nënshkrimit, fatura bankare që tregonin transferime të mëdha parash në llogari jashtë vendit dhe një listë me 23 emra artistësh ku emri i Vachezeles ishte i nënvizuar me të kuqe dhe pranë tij shkruhej një shifër, $150,000. Një grua që po kallonte rastësisht e pa çantën e hapi nga kurioziteti, dhe kur filloi të lexonte dokumentet, duart e saj filluan të dridhen aq shumë sa ajo pothuajse i la të binin. Ajo e kuptoi menjëherë se kjo nuk ishte diçka e zakonshme, se këto dokumente tregonin një skem të madhe korrupsioni që kishte funksionuar për vite me radhë. Një skem ku artistet e famshëm të vendit ishin përdorur si mbulesë për të transferuar para jashtë vendit, për të financuar projekte të fshehta, për të pasuruar një grup të vogël njerëzish që jetonin në hije. Gruaja mori çantën dhe shkoi drejt për drejt në redaksinë e revistës ku punonte Ilir Hoxha, sepse ajo kishte dëgjuar se ai po hetonte çështjen e Vachezelës dhe se ai ishte i vetmi gazetar që kishte guximin të fliste për të vërtetën. Kur Ilir pa dokumentet, fytyra e tij u zbe. Ai e kuptoi se kjo ishte pjesa që mungonte në historinë që ai po përpiqej të tregonte, pjesa që shpjegonte pse Vache kishte qenë mbajtur në një kontroll aq të rrept, pse ajo nuk ishte mundur kurrë të largohej, pse çdo përpjekje e saj për të fituar pak liri kishte dështuar. Ajo nuk ishte vetëm një simbol i artit popullor, ajo ishte edhe një pjesë e një makine të madhe financiare që funksiononte në errësirë, një makinë që përdorte emrin e saj, famën e saj, zërin e saj për të fshehur veprimtari të paligjshme. Por kush kishte qenë truri pas kësaj skeme? Kush kishte organizuar gjithçka? Dhe pse kjo çantë ishte lënë në atë park, sikur dikush donte që e vërteta të zbulohej? Ilir filloi të hetonte dokumentet me një vëmendje të madhe, duke krahasuar emrat, datat, shifrat. Ai zbuloi se shumica e transferimeve të parave ishin bërë nëpërmjet një banke në Zvicër.
një bankë që kishte lidhje me zyrtar të lartë të qeverisë shqiptare. Ai zbuloi se para vinin nga donacione kulturore që supozoi se shkonin për të mbështetur artin popullor, por në realitet ato shkonin në xhepat e një grupi të vogël njerëzish që jetonin një jetë luksoze, ndërsa artistët që ata përdornin si mbulesë vuanin në heshtje. Ai zbuloi se Vaçe Zella kishte qenë detyruar të nënshkruante dokumente që ajo nuk i kishte lecuar kurrë, dokumente që e bënin ato përgjegjëse për para që ajo nuk i kishte parë kurrë, dokumente që mund të përdoreshin kundër saj nëse ajo do të refuzonte të bashkëpunonte. Kjo ishte arsyeja pse ajo kishte qenë kaq e friksuar, pse ajo kishte ndjerë se ajo nuk kishte asnjë zgjedhje, pse ajo kishte pranuar të jetonte në atë aferë për aq shumë vite. Ajo nuk ishte vetëm në presionin ideologjik të sistemit, ajo ishte edhe në presionin e një kërcënimi financiar që mund ta dërgonte atë në burg nëse ajo do të fliste. Dhe kush ishte personi që e kishte vendosur atë në këtë pozitë? Kush ishte ai që kishte përdorur emrin e saj për të fshehur krimet e tij? Dërsa Ilir po thelloi në hetim, ai mori një telefonat nga një numër i panjohur. Zëri në anën tjetër të linjës ishte i shtrembruar, sikur personi po përdorte një pajisje për ta ndryshuar zërin e tij. Zëri tha: "Zoti Hoxha, ju po bëni një punë të rrezikshme. Ju po zbuloni gjëra që njerëz shumë të fuqishëm duan t'i mbajnë të fshehura. Unë po ju paralajmëroj, ndaloni tani ose do të vuani pasojat. Kjo nuk është një kërcënim i zbrazët. Ne e dim ku jetoni, ne e dim ku punoni, ne e dim çdo gjë për ju. Ndaloni tani ose do të pendoheni." Linja u shkëput dhe Ilir mbeti ullur në zyrën e tij, duke ndjerë një të ftohtë që i kalloi nëpër trup. Ai e dinte se ky kërcënim ishte real, se njerëzit që po përpiqeshin ta heshtsin atë ishin të aftë për gjithçka. Por ai e dinte edhe se nëse ai do të ndallonte tani, nëse ai do të hiqte dorë, atëherë vërteta nuk do të dilte kurrë në shesh, dhe Vaçe Zella do të vdiste pa u njohur kurrë dhimbja e saj, pa u respektuar kurrë sakrifica e saj. Ai nuk mund ta lejonte këtë. Ai duhej të vazhdonte, pavarësisht rrezikut, pavarësisht frikës, pavarësisht pasojave. Sepse disa gjëra janë më të rëndësishme se siguria personale, dhe e vërteta është një prej tyre. Por a do të mund të mbijetonte ai në këtë luftë? A do të mund të përballonte ai fuqinë e atyre që po përpiqeshin ta heshtsin, apo ai do të bëhej viktima e radhës së një sistemi që nuk lejonte kurrë që e vërteta të fliste? Ndërkohë në spital, gjendja e Vaçes po përkeqësohej me shpejtësi. Mjekët kishin bërë gjithçka që mund të bënin, por trupi i saj nuk po përgjigjej më ndaj trajtimit. Ajo kalonte shumicën e kohës në një gjendje gjysmë të vetëdijshme, duke u zgjuar vetëm për momente të shkurtra, kur ajo shikonte rreth e rrotull me sytë e saj të lodhur dhe pijeste përfumijet e saj. Bashkëshorti i saj, Bashkimi, rrinte pranë shtratit të saj ditë e natë, duke i mbajtur dorën, duke i përshpëritur fjalë ngushëlluese, duke u përpjekur të jetë i fortë për të, edhe pse zemra e tij po tyhej në copa. Fëmijët e tyre vinin çdo ditë, por ata nuk mund të qëndronin shumë, sepse ishte shumë e dhimbshme për ta shihnin nënën e tyre në atë gjendje. Ata e kujtonin atë si një grua të bukur, të fortë, plot jetë, ve tani ajo ishte vetëm një hije e asaj që ajo kishte qenë dikur. Një ditë kur ajo ishte e vetme me Bashkimin, Vaçe e shikoi atë me sytë e saj të lodhur dhe i tha me një zë që mezi dëgjohej: "Më fal që nuk isha nëna që duhej të isha, që nuk isha gruaja që duhej të isha. Më fal që lash që ata të më merrnin prej jush." Bashkimi filloi të qante, duke i thënë se ajo nuk kishte për çfarë të kërkonte falje, se ajo kishte bërë gjithçka që kishte mundur, se ajo kishte qenë gruaja më e fortë që ai kishte njohur ndonjëherë. Por Vaçe tundi kokën ngadalë dhe tha: "Jo, unë nuk isha e fortë, unë isha e dobët. Unë lash që ata të më thvjenin. Unë lash që ata të më merrnin shpirtin, dhe tani nuk kam mbetur më asgjë prej meje." Dhe pastaj ajo mbili sytë dhe Bashkimi nuk e dinte nëse ajo kishte fjetur apo nëse ajo thjesht nuk donte të fliste më. Por ai e mbajti dorën e saj dhe qëndroi atje duke u lutur që ajo të mos e linte, që ajo të qëndronte edhe pak, që ajo të kishte mundësinë të dëgjonte se e vërteta po dilte në shesh, se historia e saj po tregohej, se dhimbja e saj po njihej. A do të kishte ajo këtë mundësi? A do të jetonte ajo mjaftueshëm për ta parë këtë? Në të njëjtën kohë, Ilir Hoxha po përfundonte artikullin e tij. Ai kishte punuar ditë e natë, duke kontrolluar çdo fakt, duke verifikuar çdo burim, duke u siguruar se çdo fjalë që ai shkruante ishte e vërtetë dhe e provueshme. Ai dinte se ky artikull do të shkaktonte një tërmet, se ai do të trondit themelët e sistemit, se ai do të detyronte njerëzit të pyesnin pyetje që ata nuk kishin guxuar kur t'i bënin më parë. Ai dinte se ky artikull mund të ndryshonte gjithçka, ose mund të mos ndryshonte asgjë, në varësi të asaj se si njerëzit do të reagojnë, se si sistemi do të përgjigjet, se sa guxim do të kenë njerëzit për të kërkuar drejtësi.
Por ai e dinte se ai duhej ta bënte këtë, pavarësisht pasojave, sepse disa histori duhet të tregohen, disa të vërteta duhet të dihen, disa zëra duhet të dëgjohen. Vezëri i Vaçezelës ishte një prej tyre. Kur ai e dorëzoi artikullin në redaksi, drejtori e lexoi me një shprehje të tensionuar dhe pastaj e shikoi Ilirin dhe i tha: "Kjo është e fuqishme, kjo është e rrezikshme, kjo është e nevojshme. Ne do ta publikojmë." Dhe kështu, në numrin e radhës të revistës, artikulli u publikua me një titull të madh në faqen e parë. Vaçezela, zëri që u thye nga sistemi. Dhe kur njerëzit filluan ta lexonin, kur ata filluan të kuptonin se çfarë kishte ndodhur vërtet, kur ata filluan të shihnin se sa shumë kishte vuajtur gruaja që ata e donin aq shumë, diçka filloi të ndryshonte. Njerëzit filluan të flasin, të pyesin, të kërkojnë përgjigje, dhe për herë të parë në shumë vite, e vërteta po dilte në shesh, dhe askush nuk mund të ndalonte më. Por a do të ishte kjo mjaft? A do të sillte kjo drejtësi për Vacen, apo ishte shumë vonë për gjithçka? Në muajin tetor të vitit 1916, pak ditë pas publikimit të artikullit të Ilir Hoxhës, një burr i moshuar me kostum të zi dhe kravatë të kuqe u paraqit në redaksin e revistës duke kërkuar të takonte drejtorin. Ai tha se emri i tij ishte Agim Shehu, dhe se ai kishte qenë një zyrtar i lartë i Ministrisë së Kulturës gjatë viteve të 70 dhe 80. Ai tha se ai kishte ardhur për të dhënë një dëshmi, për të treguar atë që ai kishte parë, për të pranuar pjesën e tij të fajit në atë që kishte ndodhur Vaçezelës dhe artistëve të tjerë. Kur ai u ul përballë Ilirit dhe drejtorit, ai filloi të fliste me një zë të lodhur, me një ton që tregonte se ai kishte mbajtur këtë peshë për shumë vite, dhe se tani ai donte ta lironte veten nga ajo. Ai tha: "Unë isha një prej atyre që vendosnin se çfarë do të ndodhte me Vacen. Unë isha në ato takime ku ne diskutonim për të, ku ne vendosnim se çfarë këngësh ajo do të këndonte, ku ajo do të shkonte, çfarë do të thoshte. Unë nuk isha personi më i fuqishëm në atë grup, por unë isha atje, dhe unë nuk bëra asgjë për ta ndallur atë që po ndodhte. Unë e shija se ajo po vuante, unë e dëgjoja se ajo po kërkonte ndihmë, por unë zgjodja të heshtja sepse unë kisha frikë. Unë kisha frikë se nëse unë do të flisja, nëse unë do të protestoja, unë do të humbisja pozitën time, unë do të bëhesha i dyshimt, unë do të vuaja të njëjtat pasoja që ajo po vuante. Dhe kështu unë zgjodhja të heshtja, dhe kjo zgjedhje më ka ndjekur çdo ditë që nga ajo kohë." Ai pushoi, mori një glenj ujë dhe pastaj vazhdoi. "Por ka diçka që askush nuk e di ende, diçka që unë kam mbajtur të fshehtë për vite me radhë. Ve tani unë dua ta them, sepse unë nuk mund të jetoj më me këtë sekret." Agim Shehu nxori nga xhepi i tij një zarf të verdhur dhe e vuri në tavolinë. Ai tha: "Në këtë zarf është një letër që Vaçezela më shkroi në vitin 1979. Ajo më shkroi sepse ajo mendonte se unë isha dikush që mund të ndihmonte, dikush që kishte ndonjë ndikim, dikush që mund të ndërhynte për të. Por kur unë e lexova letrën, unë nuk bëra asgjë. Unë e fshehta atë, dhe unë nuk i përgjigja kurrë. Dhe kjo është gjëja që më ka ndjekur më shumë se çdo gjë tjetër." Ilir mori zarfin dhe e hapi me duar që dridheshin. Brenda ishte një letër e shkruar me shkrim dore të bukur, me shkronja të vogla dhe të kujdesshme, sikur personi që e kishte shkruar kishte marrë kohë për të zgjedhur çdo fjalë. Letra fillonte: "I nderuar shok Shehu, unë po ju shkruaj me një shpresë të fundit, me një lutje që vjen nga thellësia e zemrës sime. Unë nuk mund të vazhdoj më kështu. Unë nuk mund të jetoj më në këtë frikë, në këtë presion, në këtë gënjeshtër. Unë po humbas veten. Unë po bëhem një fantazm e asaj që isha dikur. Ju lutem, ndihmoni. Ju lutem, bëni diçka. Ju lutem, mos më lini të vdes kështu, pa u njohur kurrë, pa u dëgjuar kurrë, pa u respektuar kurrë." Letra vazhdonte për 2 faqe, duke përshkruar dhimbjen që Vace po ndjente, frikën që ajo po jetonte, dëshpërimin që ajo po përjetonte, dhe në fund ajo kishte shkruar: "Nëse ju nuk mund të më ndihmoni, të paktën mos më harroni. Të paktën bani këtë letër dhe një ditë kur gjithçka të ketë mbaruar, tregojani botës se çfarë ndodhi me mua. Tregojani se unë nuk isha ajo që ata thanë se isha. Tregojani se unë isha një grua që donte të jetonte, që donte të këndonte me zemër, që donte të ishte e lirë, por që nuk u lejua kurrë." Kur Ilir mbaroi së lexuari, ai ndiu lot që i rrëshqitnin në faqe. Ai e shikoi Agim Shehun dhe i tha: "Pse? Pse nuk bët asgjë? Pse e llat atë të vuante kështu?" Agim Shehu ullur kokën ve tha: "Sepse unë isha një njeri i dobët, sepse unë zgjotja sigurinë time mbi jetën e saj, sepse unë isha pjesë e një sistemi që më kishte mësuar se individi nuk ka rëndësi, se vetëm kolektivi ka rëndësi,
se sakrifica e një personi është e pranueshme nëse ajo shërben për të mirën e të gjithëve. Por tani unë e di se kjo ishte një gënjeshtër. Tani unë e di se çdo jetë ka rëndësi, se çdo dhimbje ka rëndësi, se çdo zë duhet të dëgjohet. Dhe unë jam këtu për të kërkuar falje. Edhe pse unë e di se falja nuk do të më jap kurrë paqe. A mund të falej një njeri që kishte zgjedhur heshtjen kur dikush po kërkonte ndihmë? A mund të shpëtojë një shpirt që kishte jetuar me këtë faj për aq shumë vite? Apo disa gjëra janë shumë të mëdha për t'u fallur? Pas kësaj dëshmie, Ilir vendosi të shkruante një artikull të dytë, një artikull që do të përqendrohej jo vetëm në Vaçen, por edhe në të gjithë ata që kishin qenë pjesë e sistemit, që kishin kontribuar në vuajtjen e saj, që kishin zgjedhur të heshtën kur ata duhej të kishin folur. Ai shkroi për Agim Shehun, për Petrit Mallajn, për Arben Kollën, për të gjithë ata që kishin pasur pushtet dhe që e kishin përdorur atë pushtet për të kontrolluar, për të manipuluar, për të shkatërruar. Ai shkroi për sistemin që i kishte krijuar këta njerëz, që i kishte mësuar ata se individi nuk ka rëndësi, se vetëm partia ka rëndësi, se çdo sakrificë është e pranueshme nëse ajo shërben për të mirën e kolektivit. Ai shkroi për mënyrën se si ky sistem kishte shkatëruar jo vetëm Vaçen, por edhe qindra artistë të tjerë, shkrimtar, aktor, muzikant, që kishin vuajtur në heshtje, që kishin jetuar në frikë, që kishin vdekur pa u njohur kurrë. Dhe ai shkroi për përgjegjësinë që të gjithë ne kemi për të siguruar që kjo të mos ndodhë kurrë më, që të mos lejohet kurrë më që një sistem të shkatërrojë njerëzit në emër të një ideje, që të mos harrohet kurrë më se çdo jetë ka rëndësi, se çdo zë duhet të dëgjohet, se çdo dhimbje duhet të njihet. Kur ky artikull u publikua, ai shkaktoi një reagim edhe më të madh se artikulli i parë. Njerëzit filluan të dalin në rrugë, të kërkojnë drejtësi, të kërkojnë që ata që ishin përgjegjës për atë që kishte ndodhur të jepnin llogari. Dhe për herë të parë në shumë vite, dukej se diçka po ndryshonte. Se sistemi po fillonte të thyej, se e vërteta po fitonte. Por a do të ishte kjo mjaft? A do të sillte kjo drejtësi për Vaçen? Apo ishte shumë vonë për gjithçka? Ndërkohë në spital, Vaçe po kallonte ditët e saj të fundit. Ajo nuk ishte më e vetëdijshme shumicën e kohës, dhe kur ajo zgjohej, ajo nuk e njihte më askënd. Ajo fliste për nënën e saj që kishte vdekur vite më parë. Ajo këndonte fragmente të këngëve që ajo kishte kënduar kur ishte e re, ajo çante për gjëra që askush nuk i kuptonte. Mjekët tanë se kjo ishte normale, se trupi i saj po dorëzohej, se truri i saj po humbte kontrollin. Por bashkimi, që rrinte pranë saj çdo ditë, e dinte se ajo po jetonte përsëri të gjitha momentet e jetës së saj, se ajo po kallonte përsëri nëpër të gjitha dhimbjet që ajo kishte vuajtur, se ajo po luftonte me demonët e saj të brendshëm derisa në fund. Dhe ai u lut që ajo të gjente paqe, që ajo të lirohej nga kjo dhimbje, që ajo të shkonte në një vend ku askush nuk mund ta lëndonte më. Një mbrëmje, ndërsa dielli po perëndonte dhe drita e artë po mbushte dhomën e spitalit, Vaçe hapi sytë për herë të fundit. Ajo i shikoi bashkimin me një shprehje që ishte e qetë, pothuajse e lumtur. Ajo i tha me një zë që mezi dëgjoi: "Unë po shoh dritën. Unë po shoh nënën time. Ajo po më tërret. Unë duhet të shkoj." Bashkimi e mbajti dorën e saj dhe i tha: "Shko dashuria ime. Shko dhe gjej paqen që ti meritove gjithmonë." Dhe Vaçe buzëqeshi, një buzëqeshje të vërtet për herë të parë në shumë vite, dhe pastaj ajo mbili sytë dhe frymëmarrja e saj u ndall. Ajo kishte ikur, dhe me të kishte ikur edhe dhimbja, frika, presioni që e kishin ndjekur gjatë gjithë jetës së saj. Ajo ishte e lirë në fund. Por a ishte kjo drejtësia që ajo meritonte? A ishte kjo fundi që ajo duhej të kishte? Apo ajo meritonte më shumë, meritonte të jetonte, të shihte se e vërteta po dilte në shesh, të dëgjonte se zëri i saj po njihej, të ndjente se sakrifica e saj po respektohej. Në ditën e funeralit të Vaçezeles, mijëra njerëz dollën në rrugët e Tiranës për t'i dhënë llambëtumirën e fundit. Ata sollën lule, ata kënduan këngët e saj. Ata qarën për humbjen e një gruaje që ata e kishin dashur aq shumë. Por kësaj here diçka ishte ndryshe. Kësaj here njerëzit nuk po qanin vetëm për humbjen e një këntareje të dashur, ata po qanin edhe për dhimbjen që ajo kishte vuajtur, për padrejtësinë që ajo kishte përjetuar, për sistemin që e kishte shkatërruar. Ata po qanin sepse tani ata e dinin të vërtetën, sepse tani ata e kuptonin se çfarë kishte ndodhur vërtet, sepse tani ata e shihnin se sa shumë ajo kishte sakrifikuar për ta. Dhe kjo e bënte humbjen edhe më të dhimbshme, sepse ajo nuk duhej të kishte ndodhur kështu, sepse ajo mund të ishte parandaluar, sepse ajo ishte rezultati një sistemi që kishte vendosur se jeta e një personi nuk kishte rëndësi nëse ajo nuk shërbente për qëllimet e tij. Në funeral, Ilir Hoxha mori fjalën dhe tha:
Vaqezela nuk ishte vetëm një këngëtare. Ajo ishte një grua që donte të jetonte, që donte të këndonte me zemër, që donte të ishte e lirë. Por ajo nuk u lejua kur. Ajo u mbajt nën kontroll, u manipulua, u shfrytëzua, derisa nuk ishte mbetur më asgjë prej saj. Dhe ne të gjithë jemi përgjegjës për këto. Sepse ne të gjithë heshtëm, ne të gjithë zgjodhëm të mos shinim, ne të gjithë zgjodhëm të mos dëgjonim. Por tani ne nuk mund të heshtim më. Tani ne duhet të flasim, të kërkojmë drejtësi, të sigurohemi që kjo të mos ndodh kur më. Fjalët e tij u pritën me duar trokitje, me lot, me një vendosmëri të re që dukej se po përhapej nëpër turm. Njerëzit po kuptuan se ata kishin një përgjegjësi, se ata nuk mund të lejonin më që sistemi të shkatërronte njerëzit, se ata duhet të luftonin për një botë ku çdo jetë ka rëndësi, ku çdo zë dëgjohet, ku çdo dhimbje njihet. Por a do të ishte kjo mjaft? A do të ndryshonte kjo diçka? Apo do të harrohej gjithçka pas disa javësh? Vejata do të vazhdonte sikur asgjë nuk ishte ndodhur. Pas funeralit, Ilir Hoxha vazhdoi të hetonte çështjen e Vaqezelës vetë artistëve të tjerë që kishin vuajtur në të njëjtin sistem. Ai zbuloi se skema e korrupsionit që ai kishte gjetur në ato dokumente në park ishte edhe më e madhe se sa ai kishte menduar fillimisht. Ai zbuloi se kishte pasur një rrjet të tërë njerëzish që kishin përfituar nga kjo skemë, njerëz që tani jetonin jashtë vendit me para që ata kishin vjedhur, njerëz që nuk kishin dhënë kur llogari për atë që kishin bërë. Ai zbuloi se disa prej tyre ishin ende në pozicione të fuqishme, se ata ende kishin ndikim, se ata ende mund të bënin dëm. Dhe ai vendosi se ai nuk do të ndalonte derisa të gjithë ata të jepnin llogari, derisa drejtësia të bëhej, derisa e vërteta të njihej plotësisht. Ai shkroi një seri artikuj që ekspononin këta njerëz, që tregonin se çfarë kishin bërë, që kërkonte që ata të ndëshkoheshin. Dhe ngadalë, shumë ngadalë, gjërat filluan të ndryshonin. Disa prej tyre u arrestuan, disa u detyruan të ktheheshin në vend për të përballur me drejtësinë, disa humben pozicionet e tyre dhe u izoluan nga shoqëria. Por jo të gjithë. Disa prej tyre arritën të iknin, të fshinin gjurmët e tyre, të jetonin në një vend tjetër me një identitet të ri. Dhe kjo ishte ajo që e bënte Ilirin të ndjehej i frustruar, sepse ai e dinte se drejtësia nuk ishte bërë plotësisht, se disa prej atyre që ishin përgjegjës për vuajtjen e Vaqes dhe të tjerëve, ende jetonin të lirë, ende gëzonin parat që ata kishin vjedhur, ende nuk kishin dhënë kur llogari për atë që kishin bërë. A do të arrihej ndonjëherë drejtësia e plotë? A do të ndëshkoheshin të gjithë ata që ishin përgjegjës? Apo disa prej tyre do të shpëtonin përgjithmonë? Por ndërkohë diçka tjetër po ndodhte që ishte po aq e rëndësishme sa drejtësia ligjore. Njerëzit po fillonin të flasin për Vaqen në një mënyrë të re. Ata nuk po flisnin më për të vetëm si për një këngëtare të famshme, por si për një grua që kishte vuajtur, që kishte luftuar, që kishte sakrifikuar gjithçka. Ata po fillonin ta shihnin atë si një simbol të rezistencës, si një shembull të asaj që ndodh kur një sistem vendos se individi nuk ka rëndësi. Ata po fillonin ta përdornin historinë e saj për të mësuar fëmijët e tyre, për të kujtuar veten se çfarë mund të ndodh kur ne heshtim, kur ne zgjedhim të mos shohim, kur ne zgjedhim të mos dëgjojmë. Dhe kjo ishte ajo që Vaqe do të kishte dashur më shumë se çdo gjë tjetër, sepse ajo nuk kishte dashur kur të ishte vetëm një simbol i artit popullor. Ajo kishte dashur të ishte një grua e vërtetë, me ndjenja të vërteta, me dhimbje të vërteta, me një histori të vërtetë. Ve tani në fund, historia e saj po tregoi, zëri i saj po dëgjohej, dhimbja e saj po njihej. Dhe kjo ishte ajo që e bënte humbjen e saj pak më të lehtë për të durueshme, sepse ajo nuk ishte vdekur në heshtje, ajo nuk ishte harruar. Ajo nuk ishte bërë vetëm një emër në një listë të artistëve të famshëm. Ajo ishte bërë një zë që do të vazhdonte të fliste për vite me radhë, një histori që do të vazhdonte të tregojë, një kujtim që do të vazhdonte të jetonte në zemrat e njerëzve. A ishte kjo mjaft? A ishte kjo ajo që ajo meritonte? Apo ajo meritonte më shumë? Meritonte të kishte jetuar një jetë të ndryshme, një jetë ku ajo do të kishte qenë e lirë, ku ajo do të kishte qenë e lumtur, ku ajo do të kishte qenë ajo që ajo donte të ishte. Sot, më shumë se 30 vjet pas vdekjes së Vaqezelës, emri i saj ende jehon nëpër Shqipëri. Këngët e saj ende dëgjohen në radio, fotografia e saj ende varet në muret e shtëpive të shumë familjeve, historia e saj ende tregohet në gjenerata në gjenerat. Por tani, kur njerëzit flasin për të, ata nuk flasin vetëm për zërin e saj të bukur, për talentet e saj të jashtëzakonshëm, për sukseset e saj në skenë. Ata flasin edhe për dhimbjen që ajo vuajti, për padrejtësinë që ajo përjetoi, për sistemin që e shkatërroi. Ata flasin për atë se si ajo u bë një viktime një kohe kur individi nuk kishte rëndësi, kur arti ishte vetëm një mjet i propagandës,
kur artistët ishin vetëm kukulla që lëviznin sipas urdhrave të tjerëve. Dhe ata flasin për atë se si historia e saj na mëson se ne nuk duhet të lejojmë kurrë që kjo të ndodhë, se ne duhet të luftojmë për një botë ku çdo jetë ka rëndësi, ku çdo zë dëgjohet, ku çdo dhimbje njihet. Po çfarë ndodhi me ata që ishin përgjegjës për vuajtjen e saj? Disa prej tyre u ndëshkuan, disa humbën gjithçka që kishin, disa përfunduan në burg. Por të tjera arritën të iknin, të jetonin në vende të tjera, të ndryshonin identitetin e tyre, të fillonin një jetë të re sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Petrit Malaj, zyrtari që kishte pasur një obsesion të fshehtë për Vaçen, vdiq para se e vërteta të dilte plotësisht në shesh. Ve kështu ai nuk da kurrë llogari për atë që kishte bërë. Arben Kolla, zyrtari i ri që kishte qenë edhe më i ashpër, u arrestua dhe u dënua me 10 vjet burg, por ai u lirua pas vetëm 5 vitesh për sjellje të mirë. Ve tani ai jeton në një fshat të vogël i harruar në të gjithë. Agjim Shehu, zyrtari që kishte pranuar fajin e tij dhe që kishte dhënë dëshminë e tij, jetoi me një ndjenjë faji që nuk e la kurrë më, dhe ai vdiq vetëm disa vjet pas Vaçes, duke kërkuar falje deri në frymën e fundit. Dhe ata që kishin përfituar nga skema e korrupsionit, ata që kishin vjedhur para në emër të artit popullor, shumica prej tyre ende jetojnë të lirë, ende gëzojnë pasurinë që ata kanë grumbulluar, ende nuk kanë dhënë kurrë llogari për atë që kanë bërë. Kjo është realiteti i hidhur i drejtësisë. Ndonjëherë ajo vjen, po shpesh ajo vjen shumë vonë, dhe shpesh ajo nuk vjen kurrë për të gjithë. Por ndoshta drejtësia e vërtet nuk është vetëm në ndëshkimin e atyre që bëjnë keq, por edhe në kujtimin e atyre që vuajnë. Ndoshta drejtësia e vërtet është në atë që ne nuk harrojmë, që ne vazhdojmë të tregojmë historitë e tyre, që ne vazhdojmë të luftojmë për një botë ku ato histori nuk përsëriten. Vaçe Zella nuk jetoi jetën që ajo meritonte. Ajo nuk pati lirinë që ajo dëshironte, ajo nuk pati lumturinë që ajo kërkonte. Por historia e saj nuk vdiq me të. Historia e saj vazhdon të jetojë, të frymëzojë, të mësojë. Vendoshta kjo është trashëgimia më e madhe që ajo mund të lindte. Jo vetëm këngët e saj, por edhe mësimi që historia e saj na jep. Mësimi se ne duhet të jemi gjithmonë vigjilent, gjithmonë të gatshëm të flasim, gjithmonë të gatshëm të luftojmë për atë që është e drejtë. Sot, kur ju dëgjoni një këngë të Vaçe Zellës, kur ju shihni një fotografi të saj, kur ju lexoni për jetën e saj, mendoni për atë që ajo kaloi. Mendoni për dhimbjen që ajo vuajti, për frikën që ajo jetoi, për sakrificat që ajo bëri. Dhe pyetni veten, çfarë do të kishit bërë ju në vendin e saj? A do të kishit pasur forcën të vazhdoni, të buzëqeshni, të këndonit, kur gjithçka brenda jush po shkatërrohej? A do të kishit pasur guximin të refuzoni, të flisni, të luftoni, kur ju e dinit se pasojat do të ishin të tmeshme? Këto janë pyetje që secili prej nesh duhet t'i bëj vetes, sepse vetëm duke i bërë këto pyetje, ne mund të kuptojmë vërtet se çfarë ndodhi, dhe vetëm duke i kuptuar, ne mund të sigurohemi që kjo të mos ndodh kurrë më. Ve tani, në fund të kësaj historie, ne ju pyesim juve, miqtë tanë, si e shihni ju Vaçe Zellën? A ishte ajo një viktimë e një sistemi mizor që e shkatërroi, apo ishte ajo një grua që zgjodhi të pranonte fatin e saj për të mbrojtur familjen e saj? A meritonte ajo më shumë nga jeta, apo ajo bëri gjithçka që ajo mund të bënte në kushtet ku ajo jetonte? A duhet ne ta kujtojmë atë si një heroinë që rezistoi derisa në fund, apo si një viktimë që nuk pati kurrë mundësinë të luftonte? Shkruani mendimet tuaja në komentet më poshtë. Na tregoni nëse ju e mbani mend atë, nëse prindrit tuaj ju kanë treguar për të, nëse këngët e saj ende dëgjohen në shtëpinë tuaj. Na tregoni nëse ju mendoni se drejtësia u bë, apo nëse ende ka shumë për të bërë. Dhe nëse kjo histori ju prekur, nëse ajo ju bëri të mendoni, nëse ajo ju mësoi diçka, atëherë lini një pëlqim, ndani këtë video me miqtë tuaj dhe abonohuni në kanalin ton për më shumë histori si kjo. Sepse sa më shumë ne flasim, sa më shumë ne kujtojmë, aq më pak ka mundësi që historia të përsëritet. Faleminderit që na dëgjuat. Faleminderit që nuk